Mirëmbrëma të gjithëve, në 9 muaj podcast sot kam dorë në zemër 2 të ftuarit më të veçantë. Janë 2 artistë, muzikantë, njerëz të humorit, kulturës, po edhe të jetës publike në Shqipëri. Do t'i prezantoj si Besi dhe Andi, sepse edhe podcasti i tyre është mjaft i famshëm kësaj. Ju falenderoj shumë çuna që erdhët në podcastin tonë. Falenderoj edhe unë për vlerësimin. Shiko, është vërtet kënaqësi për mua për të folur me dy njerëz vërtet të artit e të jetës kulturore në Shqipëri. Tani unë shpresoj që toni i bisedës tonë të jetë sa më gazmore dhe sa më i çlirët. Ashtu do jetë, kam shtypjen. Po nuk e premtoj sa ko jam unë që i bëj pyetje. Po ti si ti nga ana tjetër do ishte goxha me thjesht, por hajde do mbjetojmë. Hajde, e fillojmë tani me një pyetje serioze, shumë serioze. Ju jeni muzikant, jeni antar të bandës metal, mund ta quaj heavy metal apo? Po, është pak më avancuar se heavy metal. Është muzikë e rëndë, muzikë e fortë. Mund ta, domethënë atë zhargonin primitiv dhe quaja muzikë e fortë. Është muzikë shumë intensive. Se heavy metal është më e përgjithshme. Është pak më klasike. Heavy metal janë Judas Priest, heavy metal janë dediku Metallica në fillimet e veta. Ne jemi çik më përtej, po që duke mbrojtur është muzikë që pranohet. Nuk është ajo muzika e fortë si death metal që është shumë intensive me shumë rënë të fortë baterisë me ato vokalin shumë që vlen nga barku. Muzika jonë është pak më melodioze, po është muzikë që do 5 minuta ta mjaftosh pak. Është muzikë alternative. Unë këtu ju thash për Nuk është si god qumë është thua. Nuk është si Michael Jackson, që Michael Jackson edhe një çfarë morë. Tani Michael Jackson del klasik kohë tona. Po Michael Bolton këtë do të me Michael, okay. Domethënë nuk është një muzikë që do të dëgjosh me të parën dhe do të godasi. Është pak muzikë do të mësoj vesh, se është shumë. Tani kur unë kam qenë adoleshent në gjimnaz, tani nuk besoj jemi një brez pak a shumë apo unë jam më i vjetër, ti je më i madh, okay. Ka pasi rivalitet mes atyre që dëgjoni metal dhe atyre që dëgjoni rap ose hip hop. Shumë, po nuk e di, a është ky rivalitet tashmë apo domethënë si është ndjekshmëria e muzikës si bën ju domethënë. Jo vetëm e bandës tuaj Morgu, po edhe në përgjithësi domethënë atyre që luajnë muzikë si ju. Jo, në kam arritur çik të punë rivalitetit kur isha në gjimnaz, domun këta hip hopistët dhe këta i shikonin kështu si poshtë nesh, domun këta janë ta nuk din nga arti dhe nga kultura, vetëm ne të metalit jemi lartë, elitistë dhe... Po tani sikur ka rënë çik, se ka rënë edhe kjo pasioni apo për muzikën, nuk ka njerëz sa të dedikuar se atëre pavarësisht se në gjimnaz ne që ishin shumë të dedikuar edhe në veshje edhe në... Po nga njerëz rriheshin në për roborët e gjimnazit, mbaj mend që edhe rriheshin kështu metalarët me repistët, e kupton? Problemi është tani që ne që bëjmë këtë muzikë jemi shumë të mëdhenj në trup edhe s'paka edhe në moshë. Edhe në moshë, po që tani ka humbur është vërtet për të moment se do përmend edhe një fakt shumë interesant. Ne kemi një studio modeste që ti ke ardhur, ke qenë historia dhe podcasti, dhe dikur kemi qenë 4 banda. Domethënë kanë qenë 4 banda aktive që luajnë muzikë të ndryshme. Tani është vetëm një. Domethënë është totalisht ka humbur pasionin për të bërë, ka humbur iniciativa, ka humbur si do ta quaj koncepti i kohës së lirë, njerëzit nuk merren më me pasionet e tyre me një gjë që kanë qef, po se na ulë direkt. Po jo, është vërtet Metallica në Shqipëri. Është një bandë metal në gjithë Shqipërinë që prodhon muzikë origjinale. Duhet të them që është aktive, sepse ka banda të tjera, po jo, aktive vetëm ne jemi. Po, dhe ka sigurisht. Por nuk po e them për të mburr, unë e them si problem, është si dinozaurët e fundit. Ose nuk është mirë të jesh vetëm një, sepse duhet të kesh pak konkurrencë, duhet të kesh pak. Është mirë domethënë të jenë disa podcaste, është mirë të jenë disa që s'ka të rinj, nuk ka se edhe atëherë kur ishim ne gjithmonë dilin të rinj pas nesh, se krijoheshin, domethënë kishte grupe që krijoheshin, edhe që ne nuk i njihnim fare për shkak. Tani nuk ka fare. Domethënë edhe si i thon, pjesëmarrja në koncertet tona ka rënë, nuk është në ato. Do të thotë ai jemi keq ne. Po mos është fajin, nuk po them, domethënë nuk po futem në arsye të tilla. Të gjejmë arsye pse është këtu, po që ka një mungesë të theksuar të arteve alternative, se unë kështu i fus muzikën tonë, ose podcastin, ose podcasti është art, po gjithsesi janë arte alternative që ti zhëkush një ide gjën vetëm, që fundi nuk ka një mesazh, muzika jonë nuk ka
se futemi shpesh në një lloj paragjykimi të madh, se duhet ta flasë pak. Ai indika i publik pak më interesant edhe ka një lloj paragjykimi të madh që qëndron për muzikën e rënd. E lidhin shumë se unë e shoh edhe kolegët e mi kur ftoha për promovimin e albumit që ishin pak të skeptik që çfarë njerëzish vinë aty, bëhen shere. Do të thonë është një koncept që në muzikën metal vjen aty dhe zihesh me njerëzit, pije drogë. Realisht nuk është para kjo. Do të thonë ne kemi një publik që as alkool nuk pi, për shumë mundësi, sepse ne te koncerti jonë që kishin para një javë, kemi pas rreth para njerëz kanë lëvizur fare. Që thjesht dëgjonin muzikën, do të thonë është një lloj muzike që nuk identifikohet dot në paragjykimet e vjetra, në stereotipet e vjetra, në ato mendimet që metalari është shërgji, metalari pi drogë, nuk jemi fare ato. Po nuk e di, unë kam pas një përshtypje tjetër, se unë kam dëgjuar Metallica kryesisht edhe Rammstein, ata kanë qenë dy grupet e mi preferuara. Po Metallica besoj fazën e dytë tyre, domethënë pas viteve 90. Ata që janë metalar tamam, si thua që kanë menin aty tek vitet 80 më herët, edhe që kanë bërë përshtypje ka qenë cilësia teksteve. Bënte shumë përshtypje, si një lloj poezie, domethënë mbaj mend shumë tekstet Metallicave, dhe që ishte investim edhe në, domethënë edhe në poezi, domethënë për të dhënë një mesazh, shpeshherë dëshpëruar, shpeshherë ku diun, një lloj revolte. Por ka qenë goxha kontribut për te muzikës, domethënë shprehje diçka edhe nëpërmjet tekstit. Duket i te Metallica duket se vetë Jamesi shkruante një pjesë të lirikave, edhe besoj të ka qenë dhe njëri i arsimuar, domethënë kishte shumë ndikim edhe muzika atë, edhe domethënë kur bëni koncerte ata që ndjehesh me mira, pastaj me qindra mira njerëz, normalisht po arritse ka diçka kjo gjë që po bëj se edhe vetë Jamesi më shpërndasim për Jamesi ka një tekst në albumin e dytë Fade to Black. Ajo flet për vdekjen edhe për depresionin, për vrasjen. Edhe këtë thotë që kur dëgjova kur isha në shtëpinë e një miku ai të afërm, që dëgjonte që këngën e tij një person po e dëgjonte shumë në përsëritje gjithkohës edhe po e ndjente, edhe tha që atë mendova me veti që pas ka një ndikim kjo gjë që po bëj, nuk është kot. Edhe kur e ndjen që ti ka shumë peshë, normalisht të ndikon që ti je më i thellë dhe më kështu. Po edhe ne përpiqemi domethënë ti bëjmë këto. Po kam përshtypjen se si më do tash. Ja, si ne ndjejmë ato thellësinë edhe ato peshën që ora këtu po bëjmë që të madhe këtu. Është publik tjetër në Shqipëri, domethënë kur kemi lut jashtë shtetit është pak më ndryshe. Kur ishim në Gjermani për shembull, aty kultura, subkultura e këtij zhanri më saktë, subkultura është më komunitet. Domethënë njerëzit ato birat aty te ai vendi ishin më të lira, ata njerëzit ishin më të çlirët, domethënë ajo muzika perceptoi më mirë, çmendeshin, domethënë kënaqeshin më shumë nga live-i. Domethënë jemi çik mbrapa te kjo, shpresojmë të arrijmë një ditë. Edhe me Kosovën e kam rreth ndryshim. Po, dhe Kosova ka një lloj tjetër qëndrimi, janë më të edhe publiku jonë është fantastik, po është i vogël në numër, sado ndikon pak. A ka pas, patjetër që më herët ka pas në Shqipëri, banda tjera, domethënë, në vitet 90, fillimet e tyre, kë mund dalloni ju që mund të bënte një lloj muzike të parafort, Thunderwave. Thunderwave, që ka qenë djemtë të detit që, domethënë nuk e di unë, sa herë i përmend, domethënë më kujtojnë shumë, e kam një nostalgji të papar për djemtë të detit, po në përgjithësi gjithë festivalet e viteve të atyre viteve kanë qenë shumë mira. Po, edhe kanë qenë me nivel, domethënë dolën këta brezi këto gjëje që gaqin me shok që pavarësisht ai sa mundesh që bënin rock domethënë ishte po domethënë edhe aty që bënin edhe për tekstet pra ty themi tekstet edhe tekstet atëherë ishin më të thella më të ndjera domethënë aty dukej sikur të paktën me kishin muzikën si armë dhe e përdorin atë kurse tani se unë do të përmend një artist si Çlirim Dene për shembull. Çlirim Dene për ato vite ka pasur shumë jo s'ka ndonjë rock ishte muzika alternative. Do të thonë ishte muzikë elektropop që ato vite nuk ishte dëgjuar ndonjëherë. Të bëjë muzikë me synthesizer, me beat, do të thonë ka pas një lloj dëshire të madhe dhe një lloj inovacioni në art, dhe pastaj erdhi një moment që gjitha kulmoi me Top Festin, që duhet ta them, kushdo që është marrë me atë ka qenë një nga arritjet më të mëdha artistike në Shqipëri, për mendimin tim dhe e them shpesh edhe podcastin nuk kam thënë. Dhe pastaj ka një rënje drastike kështu të fortë fare, ku njerëzit humbën çdo interes për artin, nuk është e thënë të kesh vetëm për metalin, no? Se metali normalisht është subzhanër, është muzikë e fortë, është specifik, po në përgjithësi për artët. Domethënë një njeri që s'ka më interes për artët,
Çaj klasifikoj. Mua më duhet shumë problematike. Një njeri që shijon asgjë më nga kjo jetë. Ty pyes diçka, se kam përshtypjen që një pjesë e këtyre bandave të heavy metalit përdoren nga ekstremi djathtë në Evropë. Apo e kam gabim? Po. Jo përdoren, janë vetë ata me bindje. Janë bindje, Edhe vetë si thua ata që i luajnë këtë muzikë. Po, janë me bindje. Jo ndi një rast, është rast i famshëm, por që është sens të kundër Rammsteinët. Në Gjermani kanë qenë goxha të përdorur muzika e tyre nga ekstremi i djathtë. Po në fakt ata që luanin muzikën ishin me bindje të majta dhe një farë mase muzika e tyre ishte si një lloj parodie, domethënë, për të identifikuar me djathtën, saqë kam lexuar diku që një nga këngët e tyre më të famshme, Lynx, keni parasysh, është bërë pikërisht për t'i dhënë përgjigje dhe vetë teksti asaj këngë do thotë zemra ime rreth majtas, edhe është marrë nga një poezi dikur e Bertolt Brecht, një nga poetët më të rëndësishëm të majtës gjermane. Por është e vërtetë kjo që do themi shumica e këtyre bandave të heavy metal ose të metalit janë nuk janë shumica, janë një numër i konsiderueshëm, po domethënë e djatha ekstreme në shumë vende të Evropës nuk ka vetëm artist metalit. Ky është problemi që ka dhe artist hip-hopi, ka dhe artist DJ. Domethënë kush ka bindjet për të vrarë emigrantët nuk është zhanri i muzikës që të ndalon. Po që ka një paragjykim, për shumë edhe ne shumë herë jemi akuzuar me shumë targeta të ndryshëm në lidhje me të djathtën, po nuk ka lidhje fare, domethënë të shpenzosh gjithë ato lekë që shpenzoj vetë tani me çaj hallë. Po kështu kam bërë nazist. Domethënë unë mendoj kështu, të merresh me muzikë në Shqipëri është një pasion për dikë që ka të ardhurat mira. Të mira, nëse jemi të pasur, po që Ka një punë tjetër, po kemi të hap një klap. Po. Se edhe kjo pjesa e të paturit një ide, apo do të pavarësisht si ekstremist i djathtë apo ekstremist i majtë, po muzikën e kanë të mirë zakonisht ka. Edhe nga kjo thjesht merret fakti që ai po e bën gjë me pasion. Pavarësisht se mund të ketë gabim apo mund të ketë mirë, po çështja që i investohet aq shumë te ajo gjë dhe investon pjesën më të mirë që ka arti për shembull. Ajo është për mua goxha do të thënë se mund të ketë shumë këngë që nuk bie dakord me tekstet, ama muzikën edhe kanë për të vlerësuar edhe kjo zakonisht muzika ngjelet këto bindjet pastaj janë në Evropën veriore më duket shumë i përhapur. Do në vende skandinave apo kanë gabim domethënë. Vende skandinave kanë qenë si gjeneza e kësaj kulture, por ne kemi vende që janë shumë afër që Greqia për shembull ka dhe një plan që i mbështet këto banda. Greqia për mua është një shtet që unë e kam shumë gjatë Greqinë. Kurse televizia ato ta Jo, në përgjithësi Greqia për shembull, këdo që merret me organizimin e koncerteve jep një lloj subvencionimi të vogël. Thjesht arti si muzikën do. Arti promotorëve të vegjël, edhe ne për shembull në Shqipëri, studiojon, ne sjellim artistë jashtë. Domethënë mundohemi të sjellim banda nga më të ndryshme, që kanë të bëjnë nga rocku deri tek metali. Ne nuk kemi asnjë lloj mbështetje, ne gjithë e bëjmë elektronë. Ideja është në vende si Greqia, në vende si Kroacia, që kanë goxha më të zhvilluar, ka një subvencionim të vogël, paktën një mbështetje të vogël, se s'po them kjo është fundi i biznesës, nuk do të thotë që të vijë Ministria e Kulturës edhe të mbështeti, po të paktën një vend, një hapësirë ku të bëhet art e kanë. Ne nuk kemi as edhe një gjë, as edhe një vend ku të mblidhesh të bësh prova për një band me 5 rinj. Ore nuk bëjnë metal, bëjnë rock. Hip-hop të bëjnë qatë Po hip-hop, domethënë është një, se e ndorë edhe para sa ditësh kur mora vesh për atë fabrikën në shkollë, si do bëhet fabrika armësh, do më iku mendja fare. Domethënë, ore, si nuk mendoj një moment për një vend që të mblidhen ca artist, ca muzikant, ca fotografër, ca regjisorë, më kupton? Po shikoj se ata e bëjnë ose ato Rama më duket dojë që ta që kemi shpenzuar për artin X, nuk e di se kishte. Qa ka shpenzuar? Po mirë sa i qua një koncert që bëhet me ata artistët që mendon ai që duhen bërë, ata i qua investim për artin. Jo, unë po them për mbështetjen e ndërime, mos po them. Po pra, ky është gabimi. Ta që marrin 20.000 euro. Ky gabimi që bëjnë ata që nuk investojnë për shembull për artin në përgjithësi për qendra arti apo ku diun çfarë të investohet, të investojnë për X për 2-3 këngëtarë apo për 2-3 artistë, dhe ky është investim për artin. Jo, ajo është vrasje e artit. Në Greqia ka një school wave që i thonë, rock wave, school wave, siç ka një term të tillë, që çdo gjimnaz në Greqi bën një koncert të përvitshëm që luajnë disa nga studentët. Është
self-finance, mund ta kërkoni edhe në Google, kemi shumë kollaj, dhe ka një mbështetje të paparë për artin. Sepse e din që arti të mban larg çdo vesi të keq që ti mund të përshjesh. Larg thikës, larg sherit, larg ku diun bullizimit, se ti je artist i cool, domethënë ka ca benefite, tani ka dhe problematika. Nuk duhem të artist ose. Jo, ideja është, prandaj një popull artist. Jo, ka dhe problematika, po që arti është një mënyrë të shprehurit për të nxjerrë edhe gjithë problematikat që ti ndjen, për të shprehur ca ndjenjë që mbasi si shpreh dot duke komunikuar, domethënë është një lloj unë jam rritur shumë me art, ose jam në një familje që ka pa pikturën e Bruegelit që i vogël, po thjesht jam rritur me dashurinë për artin. Domethënë dashurinë për muzikën, për filma, edhe ja ku jam sot. Tani një pyetje. Se mu më zhduk mësimi instrumenti gjë më e vështirë në botë. Kur jam qenë fëmijë, ne kemi qenë si shkollë muzike aty, te shkolla Labinoti u kam bërë unë. Edhe më futën në fizarmonik. 4 vjet u kam studiuar fizarmonik dhe 4 vjet nuk kam shkuar përtej atij pjesës më bazike, ka qenë një nëna e dashur, dhe duke gjë më e vështirë në botë. Or si ja keni bërë ju domethënë? Jo, po fizarmonika është shumë një instrument i vështirë. Është instrument i gabuar, e ke nis me është me lindura çfarë ka domethënë. Ja, si bëhet? Jo, me të lindur normale, domethënë ta kesh një lloj talenti apo një lloj prirje ndaj. Por unë kisha shumë problem të koordinoja dy duart, po kupton? Domethënë ishte tastiera këtej edhe si quhet kjo tani me akorden, ai mbaja akorden dhe duhet i kombinoje në kohë, në këtë njëjtën kohë, dhe duhet vërtet gjë më e vështirë në botë, po kupton? Kurse ke pasion vetë në fillim është më e vështirë. I vuj qeve kisha, po si ja thoja, po kupton? Edhe mua ato instrumentet unë vetë bie daulles. Okej. Këto instrumentet e tjera më duken shumë kitara për shembull. Më duket shumë e vështirë, nuk ja marr aty. Ja. Po pra, po më që nuk e kam vetë pasion, nuk më tërheq si ai sa për ta mësuar edhe sa e kam marrë, nuk se kam mësuar do unë sa akorde shumë kam ngjesur dhe unë. Unë edhe që këto instrumente si gitara, për shumë ka një periudhë që të mërzit shumë, domethënë, ai muaj i parë gitarës është shumë i mërzitshëm, se duhet të mësohet muskulatura e gishtave, ai koordinimi, ai ritmi, kur e kalon atë fazën, kur ke durin mjaftueshëm që ta kalosh atë 1 mujorshin, 3 mujorshin, që fillon bën ca melodi që ty të pëlqejnë, aty fillon eksploron pak më shumë instrumente. Vetë janë çep. Ty vetë janë çep, domethënë, po thjesht do të kalosh pak. Kitara për shumë për mendimin tim, si e shoh unë i bi dhe kitarës dhe basit, më shumë janë të basit po që është instrument goxha i thjeshtë. Piano dhe fizarmonika janë shumë e vështirë. Po, fizarmonika është tmerr. Se nga skull, ku ti që bie fizarmonikës, të rritë zemrat e njerëzve. Ja, nuk është ashtu. Po piano për shumë që është super instrument klasik, që piano kush luan piano do ka një tjetër nivel muzikaliteti, është goxha e vështirë. Po kitara për shumë të luash gjëra bazike shumë e thjeshtë. Thjesht do të kalosh atë 3 mujorshin që të mësohet pak dora, veshi, shpirti me ritmin dhe pastaj ke goxha. Duhet të pëlqejë, po të pëlqejë është shumë. Duhet të pëlqejë patjetër. Artistë në Shqipëri bëjnë gjithë punë tjetër? Domethënë, si jetohet sot me artin? Do të kesh një profesion tjetër, pastaj kohën e lirë të merresh me art as? Po, varet domethënë ka dhe artistë që bëjnë artin, kurse po janë çik më shumë këta të domethënë jo të zhanrit ton. Nuk ka metalar që jeton në Shqipëri. Ja. Me çdo muzikë alternative, dhe ka të hip-hopit, sepse hiç emrat e mëdhenj të tjerë po emrat e mëdhenj janë kështu që prapë kanë bërë goxha kompromise me muzikën e tyre që e kanë zbutur janë përshtatur në çik me trekun edhe që edhe me partitë politike të mos ato investimet e partisë nuk ka gjithmonë këtë është investuar kur ka zgjedhje investohet për koncerte s'bëhen, as koncerte s'bëhen më tash. Më para bësh, po tani zgjedhjet atëherë ashtu kanë qenë me koncerte. Me koncerte kanë qenë kështu. Merrin ja 2-3 këngëtar, edhe shëtisje, një parti shëtitje gjithandej. Domethënë, kjo është një çik një demoralizim që pësojnë artistët këtu që është kjo që nuk jetohet në artin këtu. Pamadje nuk janë aq guzimtarë sa po, shiko, se semi dhe gati të bëjmë kompromise. Sa i gati ti të bësh kompromise unë dhe ti? Jo, mos jam gati që ta lej punën time që të merrem vetëm me art, për shembull. Okej. Këtë vit do ta lej fare punën, do lej çdo gjë që kam dhe do fokusohem atje. Po eci mirë, po eci. Kështu besoj se e ka bërë njëri. Po, është risk i madh aty. Është risk i madh, edhe unë se mendoj shpesh, kam një punë që më pëlqen, më pëlqen që të shkoj në zyrë, kam teatr mjaftueshëm që jam okay. Më duket shumë sfidë e madhe që një moment të thuash që shiko, do e lëm fare këtë gjë dhe hajde merrem me muzikë. Është e bukur jeta e muzikës, sepse ke jetë gjithë kohës në lëvizje, po kur e mendon afat gjatë për shembull je gjithmonë larg familjes, je larg dashurës, je larg matës, më kupton, je larg njerëzve që do. Është pak edhe vështirë. Kjo sakrifica duhet, domethënë nëse do që
të quhesh tamam artist dhe të arrish ato nivelet e larta të artit, ose bre të sakrificën, do ngelesh gjithmonë kështu që dakor të ke këtë anën artistike, po që nuk i e dhënë deri në fund, domethënë asnjëherë nuk e ke çuar deri në fund atë, dhe s'mund të thuash që ja këtu s'bëhet apo nuk. Jo, po derisa se ke çuar. Edhe çfarë dua të them se më kujtoi një gjë që e kam folur me Ermen edhe shumë që sa e vështirë është të blesh një instrument në Shqipëri. Po jo, po shiko ku është. Sa është një gitarë? Një e para punës kitara që ti do nuk e gjen dot këtu. Do e blesh online. Okej. Shiko çka kam bërë tani këta. X-a. Se s'do të akuzoj tani. Jo, ka parë të janë kështu instrumente. Po ka e zëm Kristiani do të mësoj, do të blej një gitarë Epiphone. Një gitarë Epiphone kushton diku te 400 euro, 300 euro. Që nuk është shumë për një gitarë, po për atë gitarë ja vlen, sepse është kitara e mirë. Kitara Epiphone është një imitim i Gibsonit. Nëse çfarë ti ka marrë? Këtë gitarë nuk e gjen dot në Shqipëri. Ti do të blesh online. Tani çfarë bën për blen online? Taksohet. Bravo. Jo taksohet. Po super video. Po normalisht e paguon, dy fish nuk e paguon, po paguon një shumë të konsiderueshme që ti pse ma ndalon mua këtë, pse ma e shtë të drejtë, kur asnjë në botë nuk e ka. Dhe website-et që shesin instrumente çfarë bëjnë? Kur shesin një instrument në Shqipëri, ta ulin atë çmimin e doganës, ka një ulje të vogël që të bëjnë që ti si fukara që je në Shqipëri, atë vend fukara, ta marrësh atë gitarën me atë çmim që do marrë ai në bëjnë ata që shesin vetë. Jo, si? E bëjnë këto dyqana që shesin. Jo, e bën Thomani. Thomani është një website që blen instrumente, është një nga website-et më të mira në botë, është shumë kompani prestigjioze. U blen një gitarë edhe Thomani, edhe ti e deklaron që gjëja do vinë në Shqipëri, instrumentet do vinë në Shqipëri, ajo do bën një ulje të vogël që sepse e di që ti legjislacioni shqiptar, ty të vjen, se ne na vjen. Po ne kemi kështu që për çdo gjë që blen mbi 100.000 lekë vjetra, fillon apo mbi 24. Po ka qenë 100.000 lekë kanë bërë 24. Tani kanë bërë 24, domethënë, Ai praktikisht çdo gjë. praktikisht Furë që thomës nuk do porositës online, e kupton? Po ka dhe fuqa 24 lekë. Domethënë për një set telash basi, mua do më duhet paguaj që një set telash basi bën diku te 40 euro. Mua do më duhet paguaj shipping, që është 40 euro, pra. Do duhet paguaj taksën, do duhet paguaj dhe një komision tjetër që asnjëherë s'e marr vesh çfarë, nuk jam shumë i aftë me ekonominë, por që unë e paguaj. Që do thotë çdo i ri ose çdo e re e ka shumë të vështirë të blejë një instrument online, se normalisht të shtohet lera, domethënë mund të blesh një instrument në Shqipëri, po s'është ajo që duhet, domethënë se normalisht nuk janë ato cilësia. Edhe kjo më vret gjithmonë, e thash më në fund. E pamundur nuk është, më ka dhe këtu, po që nëse i krijon robit sa lehtësira për të marrë me art, është komplet tjetër gjë, ku ta gjejnë ata që merren me punë. Kush i vet, po i vet taksat. Po jo, e kam bë, nuk e di kush i bën, po e kam bë shumë të vështirë. Është luftë ndaj artit dhe ndaj. Ky është një diskutim që s'ha para disa viteve, dhe shumë kush mendon, besoj me drejt që këto janë bërë për të privilegjuar qendra tregtare në Shqipëri. Pa që ti shkosh ta blesh te Samirmani ato në qendra tregtare, te këta që janë, po themi, importuesit shqiptar të mallrave të konsumit, edhe të celularëve, gjithçka e domethënë, elektroshtëpiakeve, domethënë gjithçka e. Po është pa drejtësi fundi, se është kush e ka vendosur? Për çfarë? Domethënë çfarë benefiti ekonomik ka? Po për lekë çfarë, më kush s'blen dot asnjë çfarë do. E lexova ti para pak ditësh që një nga këta shqiptarët u fut tek lista e Forbesit miliarderëve, Samir Mania. Kemi kontribuar të gjithë nga pak, kuptimin të gjithë nga. Kështu që jemi krenar që kemi më në fund një. Nëse ne jemi krenar që të paktën ne për të gjithave kemi bërë diçka, unë jam shumë krenar bashkë me Bezën, bashkë me çunat e gjithë djemtë edhe vajzat e studios tonë, e Jump House Studio. Jemi munduar edhe me sakrificë, domethënë ka pasur periudha që s'kemi qenë mirë ekonomikisht dhe prapë jemi mbajtur në studio në kënd. Kemi pasur përmbytje të mëdha dhe shumë vështirësi të jashtëzakonshme dhe sot jemi prapë miq, jemi prapë shok. Po tash ne ka ngelur vetëm për bëjmë art. Që ai është vërtet ambient Breslënas ai që keni. Është çik ftohtë ndipër, po. Po ta shohësh, po të hapësh sy, do edhe vërtet shumë i bukur. Jo, mundohemi, domethënë është vend i dedikuar me një dashuri për artin dhe vetëm për artin. Jam shumë krenar për atë vend. Është ashtu siç është i rëmuar shumë i ftohtë, po që fundi është si thon, është bebushi jon. A flasim çik për humorin? Po, flasim.
sepse Besti është profesionisti i humorit, Andi është ka përshtypje amatori i humorit. Jo, s'kam lidhje fare me humorin, do ta shpreh. Jo, s'kam Jemi lidhje. gazmor gjithsesi. Jam njeri që më pëlqen humori, Kish një karrierë ty si njeri humori. unë do thaj që jam moderatori i mirë në Shqipëri. Të sta më vonë. Do s'ma voni. Si ke vendosur merresh me humor, domethënë. Ke qenë gazmor që i vogël. Po gazmon shumë nuk kam qenë, po e kam bërë ai që i vogël që kam pasur një kështu një dashamirësi të madhe shumë për këto humoret e që kur dilin këto telekomeditë me kosot e vogël normalisht të gjithë i pëlqenin ato, edhe në familjet e në shoqëria, ja të gjithë i pëlqenin, po prapë se s'kisha një shumë, i shikoja me shumë magji kur ishin gjëra prapa më dukeshin edhe i dashuroja shumë edhe gjithmonë kam ditur që kisha një afeksion shumë të madh ndaj humorit, po pastaj vonë me kalimin e kohës, ishte nga zhvillimet e jetës duke ardhur dhe duke u futur më thellë dhe më thellë, rastisa që fillova punoja në televizion pastaj këto emisione humorit, edhe aty u futa që nga ana profesionale më shumë. Por që çështje pasioni dhe dashurie ka qenë për humorin, ose Ti bën humor me zë apo jo? Domethënë pa dal vetë në skenë apo jo? Dhe unë Okej, ku mos e jam dakord, po në televizion domethënë vetëm zërit. Edhe besoj një burim frymëzimi janë këta në Itali, Xhalapas Band apo shumë interesante, domethënë ajo që bën ju është vërtet goxha e qelluar, domethënë. Pse ata kanë bërë para atë si format, apo jo? por Xhalapas Po, Band shumë mirë. ata e ka buazuar ai kolegu im Gerti që humor me çmendinë në fillim, pastaj edhe tani jemi këtu që po bëjmë 2-9-8-4. Po humori është për mendimin tim se unë e ndjek shumë, domethënë këtë që bën Besi me gjithë çunat e tjerë, se janë një grup që e bëjnë Comedy Thursday, që i përshëndes për stand-up-in. Për stand-up-in po flas. Për mua shumë shpejt siç kam edhe unë çot ma zë syri këto, i ka po sukseset. Për mua do jetë shumë shpejt do mbushin stadiumet në sensin që e shoh që e duan shumë njerëzit. E duan më shumë se muzikën momentalisht, e duan më shumë se çdo gjë tjetër. Është një lloj tani art është, apo jo? Është art. Është një lloj arti që është më gjithëpërfshirës. E gjen më shumë Po stand-up-i ka, edhe më vonë kam zbuluar të stand-up komedin, po dhe më ka bërë përshtypje se është shumë i vërtetë, domethënë. Ata që janë të suksesshëm vërtet në stand-up, thonë vërtet gjëra që edhe i ndjejnë edhe i kanë përjetuar, por edhe kur ti i dëgjon e dallon që ata vërtet i kanë përjetuar ato, se kur bën një që flet gjëra të shpikura që ti e kupton që okay, ka humor këtu, por duket që e ka shpikur si gjë, është kështu. Kurse këta që janë sa më të vërtet ata të thitin kështu edhe të bëjnë për veten më shumë. Dhe prandaj unë më gjen shumë stand-up kështu. E shkruan vetë apo jo? Vetë. Po në botë ç'a bëhet, domethënë mund të ketë edhe shkrues profesionist dhe pastaj dikush tjetër interpreton apo Stand-up jo shumë pak. Okej. Zakonisht gjithë stand-upistët më të suksesshëm janë ata që i shkruajnë vetë gjitha. Dave Chappelle për shembull. Po vetë gjitha. Vetë gjitha, okej. Ata mund të jenë shkrues për ndonjë event ose për një situatë kështu të vetësh. Ti shkruajnë të gjitha eksperiencat e tyre. Edhe e ndjen atë, domethënë, lidhesh shumë personalisht me njeriu që flet aty. Dhe zakonisht janë gjëra po edhe më kam menduar këtë, po pra, të ndërshkrimi që gjejnë ata është gjithmonë. a improvizohet në stand-up komedi domethënë apo është teksti është po themi i mbajtur mend? Po zakonisht aty e je se e vetë, nuk ke kufi. Po improvizohet më shumë përmirësohet. Se këta punojnë jashtë në një klub, dy klube kemi, domethënë është Comedy Thursday që kemi ne që bëjmë përvojë, edhe Corner Comedy Club që edhe atje bëhet komedi, edhe po një material që kur ka shumë lokale, një material që ke shkon në një lokale bën atë thua, po sigurisht shtoj edhe këtë. Te lokali tjetër shton edhe gjë tjetër. Te lokali tjetër shton gjë tjetër. Kur ka shumë salla, je gjithmonë që e update-on si material, derisa vjen maksimumi që to do ta bësh faqe tani. Kështu funksionon si gjë jashtë, që materialin e përdor në shumë salla të ndryshme derisa arrin marrja që ti mendon që je mirë dhe pastaj e bën shfaqje kështu në teatr ose. Por që improvizimi është i hapur bën në bazë të njerëzve, se të flasin me njerëzit, tash jenë komunikim me njerëzit, të flasin, shkëmbejnë batuta, bën është shumë e ngrohtë si gjë.
Po, shumë komunitet i bukur është. Është vërtet. Duhet të vish në një se është komunitet vërtet. Po, mbaroni zgjedhjet. Qëndrojmë dhe pak te humori. Cila mendoni ju që ka qenë periudhë e artë e humorit shqiptar, domethënë, me aq sa e keni ndjekur? Kuptimin e cilësisë bërit humor, e popularitetit. Mund të thonë edhe sot, ja. Po, për atë pjesën para në vitës, e di që ka qenë goxha fuqishëm, atëherë ndikonte shumë edhe fakti që vetëm ata ishin, ishte vetëm estrada e qytetit. Po. Po, edhe ajo kishte goxha peshë dhe ishte me aq sa kam arritur të ndjekë edhe unë, duke që goxha mirë dhe interesoheshin shumë humorist, komedianët atëherë. Ka qenë dhe epokë e artë të televizionit, që televizioni përcakton domethënë kush e komedianët që të vëshëja Just ata që domethënë se ne shikonim atë të fundit vitit, shikonim atë të vitit të ri dhe thoshim Po, kjo që ata gjatë gjithë vitit e çonin për teatr. e bënin si teatr domethënë. Po. Atë vlerësoi shumë figura e artistit dhe komedianëve. Po edhe në 90-ta me Koçot e Vogël, me Agron Dakaj, me këto. Dhe për mua ajo ka qenë goxha. Po, ka qenë të frikshme ka Një maj e humorit edhe ajo. Po. Edhe fillimi i Portokallis ka qenë shumë mirë, fillimi i Dyslës. Po. Fillimet të gjitha kanë qenë goxha. Po, po këto nga që u zgjatën çik shumë pastaj dhe normal çdo javë se këto ishin çdo javë pastaj Portokallia Dysle. I njëjti format gjatë kohës, dhe shtuan mbi cilësia. E zaurohet në situatë. Ajo që më ka bërë përshtypje mua për humorin e para viteve 90. Kur e shoh ndonjëherë tani, unë kam qenë fëmijë atëherë, është se sa kollaj qeshin njerëzit, domethënë ndoshta kanë që ka qenë shoqëri goxha e ndrydhur, mjaftonte diçka fare e vogël për të qeshur shumë, domethënë. E njëjta batut ndoshta në këtë shoqëritë e sotme që janë më komplekse, më agresive, nuk është se bën për të qeshur, domethënë timin. Po, atë ishte gjë e re ajo kur e thoshim me Johnny kështu ishte surprizë. Sa mori atë ka efektin surprizë, por gjë një surprizë. Ka ndryshuar dhe audienca kam përshtypjen. Është dhe audienca që normal, domethënë siç e mirë ka Varlit që nuk e percepton dot humorin e Koçot e Vogël, nuk e percepton dot thekën se fullami ftar, domethënë. Është pak Koçon e percepton, Koçon janë ngjelet e mirë. është kështu e kalon çdo jo, unë vlen për Koçon, e shoh shpesh, kupton. Po këta nuk e di, se nganjëherë pyes edhe studentët e mi, po fatkeqësisht ata nga që janë shumë më të ri se unë tashmë, nuk e se kanë një referenca kulturore. Pallatin që janë 76. A bën më për të qeshur? Mua më bën për të qeshur, po bën sepse më kam pas bërë që fëmijë, po them, ore një njerëz që është 20 vjeç sot. Për mua bën, ë? Jo, këta 20 vjeçarët nuk besoj. Jo, si, po besoj. E kuptojnë kur çfarë thotë. Shikoj ne atë se e kuptojmë edhe si situatë atë. Ne kemi jetuar para shumë. E dim se çfarë ndodh atje dhe si ka qenë atmosfera atë. Kurse këta 20 vjeçarët nuk besoj se. Do e bëjmë të sondazh, duhet ta bëjmë të studim, është e bukur. Unë kam shumë se qeshën njerëzit atë. Mund duhet shumë humor gjithë situata, gjithë. Është dhe aktrimi atyre. Është shumë i mirë. Është dhe janë gjithë nivele shumë. Po ka ndryshuar dhe çik shoqëria, se aty, domethënë, historia sillet rreth djalit punëtorit që do të martohet me vajzën e drejtorit. Domethënë dy pozicione e hierarkisë janë punëtori dhe drejtori. Sot shoqëria ka oligarkët, ka pastaj banditi nga poshtë që vjen dhe martohet me çka ka qef, domethënë. Fjala bandit sa e bukur. E jo kuptimin tuaj, është. Jo, bandit është shumë Domethënë këta 20 vjeçarët edhe poshtë akoma kam përshtypjen që nuk e perceptojnë dot fare si që trisht vajzën e drejtorit apo të. Po pyet se çfarë futja i drejtor, kuptimin thua që je drejtor shkolle sot, por shembull, nuk është do një privilegj apo thuash sigur çka ka ndodhur, domethënë. Drejtor shkolle është për tani kështu sigurisht. Turpo. Sa shumë tha, sa Po fillojmë të mësojmë të shkojmë në nivele. Po diçka tjetër. Mua ka bërë shumë përshtypje humori viteve 90 në Shqipëri, me Koçot e Vogël, me pjesë ka qenë një tip emisioni e shtuna gazmore e çdo qyteti, edhe bëheshin estradat e qyteteve të ndryshme dhe bënin nga një shfaqje dhe jepte RTS-ja sa kohë. Unë kam përshtypjen që ajo ka qenë ndoshta periudhë e artë e humorit shqiptar, sepse kanë qenë aktorë goxha të përgatitur, por tashmë bënin humor në kushte lirie. Domethënë do ishte shpërthimi që tashmë jemi të lirë, po jemi dhe të shkolluar, domethënë. Dikur ishim ndoshta të shkolluar, po si ishim të lirë, pastaj u bëm të lirë, po si ishim të shkolluar. Është shumë e bukur, shumë e lart. Mezi prisja kur. Po ka qenë eveniment televizion humori, domethënë ka qenë një do thoya fjalën e skel. Ka qenë një, si thon, një aratisje nga po, është tamam, domethënë se sot ka shumë mënyra që na mbajnë lidhur me ku diun telefoni, ku diun
Instagrami, Facebooku, TikToku jo se mbyllur po. Ideja që atëherë ka qenë ajo kutia e vogël analoge, më kupton, ka qenë për mua për shkakun që jam rrit me internet, jam një brez pak më i vjetër dhe jam rrit me televizorin, jam rrit me TV-shën, dhe një farë pike pastaj që njoh edhe kanalet e tjera. Humori ka qenë... Qa një kanalet tjera? Po jo, kemi pasë... Jo, besë, mua kisë vërë. Ju nuk e mbani më të kohë, apo e mbani më të kohë. Ai çfarë ditë lindje? Unë 85-a. 85 Unë 89. 89. Ti që kemi manë erdi? Po se ju kanë fotot mua. Tani, po ju jeni brezi që keni mësuar italisht, jeni deleguar mësor italisht? Unë e tri, po nuk e flas dot. Okej. Unë di greqisht. Se unë Nga televizion, dhe e kam nga fuar nga televizion, kanalet afër. intensiv. Unë bajmën 2 momente nga marrëdhënia ime me italishten. Bajmën momentin e parë kur u fut italionën në Korçë që filluan ato filmat e animuar që i shikoja edhe në vitin e natë se kuptoja çfarë thoshte. Dhe mbajmën momentin e dytë që kuptoja çdo gjë dhe flisja çdo gjë. Se si mësova nuk e di, por thjesht një moment dija italisht. Po, ne kemi mësuar nga halli, domethënë. Fëmijët e brezit tonë apo adoleshentë e brezit tonë, sepse kemi pas vetëm RTS-n. Më kupton? Që kishte një program shumë kështu parafabrikat, deri shumë vonë. S'kishte as televizion private. Televizionet private janë hap pas 97-s në Shqipëri. Po pas 97-s dhe ato nga 90-ta ose një çik më herët, se kapi me një grup që quhej atëherë, e deri në 97-ën çaj ishin adoleshentë të rinj, fëmijë vetëm italin shikonin, fillim Rain, pastaj Mediasetin edhe paktën gjuhën edhe kulturën italiane e kuptonim. Jo po thoja, nuk e di a e mbani mend ju, janë hapur televizionet e para në Shqipëri. Dhe nga televizionet e para ka qenë Klani. Pas o kohë, ç'a bëni? Fusin kasetën, domethënë filma kështu, lidheshin direkt me këto ndeshje sportive, po mbaj mend që aso kohë natën fare, këto televizionet sot janë kombëtar, jepnin pornografi. Si Klani për shembull jepte pornografi, vitora 1. Se mbaj mend fare. Seriozisht? Klani lëshonte kasetën. Klani? Jo, se tjerat janë këtu. Ka qenë një TV-ja, kështu pa ato janë mbyllur. Nga televizionet se Top Channel është hap çik më vonë, mos gaboj. Është hap pak më vonë dhe është hap ka pas që në fillim një lloj serioziteti. Po Klani ka Jo, Lëshonte porno. Kemi folën për kaso, ti që ka vënë më, që ka lajë. Mos u kujtohet ti. Po, Unë jam sa ju, si se mbaj mend. na vjen keq. se gëzuar. Se kaluar mirë. Jo, nuk e mbaj mend, sinqerisht. Mbaj mend që jemi ndeshje ilegale. Po, ajo ka qenë riskë, po pas. Vidhin filma pa fund, po që kështu pornografi. Se kasetën ai ishte. Se mbaj. E ka pa programacion, baron ndeshja, Klas porno. Pas ka qenë vitet e ardha. Tani ka plek televizion, apo jo, ka plek. Si duket deri tani për shkak të televizion? Si duket impakti që ketë njerëzit për shkakun? Mendon se është relevant prap televizion? Shiko, është besoj të brezi mesëm e si parente, domethënë. Unë e shoh në rrugë kur dal në një emision, sidomos kur emisioni shkon mirë, ka reagime pozitive në rrugë. Pra e ndjej që ka impakt, më kupton? Grumoshat e njerëzve që 50 desibër. 50 desibër. Ata e vazhdojnë ta shohin fort, pastaj tek të tjerët janë rrjetet sociale. Megjithëse në shumicën e rasteve rrjetet sociale riprodhojnë televizionin, ose materiali që prodhon televizioni i nxjerr edhe rrjetet sociale. Unë vetë kam vite që nuk shoh televizor në kuptimin. Nëse dua një emision e shoh në YouTube kur e hedhin më vonë. Po ndoshta edhe se s'm lëm fëmijët, që jam bërë me fëmijë para pothuajse 10 vjetësh, se kam pushtuar ata televizor me YouTube, kështu që Po në televizion nuk shikoj televizion ashtu. Se nuk ka fuqi, nuk ka asgjë në televizion që do ta tërheqësh vëmendje që ti e shikon vetëm në televizion dhe nuk e shikon dot diku tjetër. Domethënë, ndoshta janë guzimtar, apo ku diun. Unë mbaj mend një nga gjërat që më lumturonte shumë kur isha më i vogël, ka qenë Top Show e Bandu Dushit. E mbani mend kur ka qenë në nivelet e frikshme që fonte artist, me artist. Ka qenë show, ka qenë talk show i parë. Ka qenë talk show, po me gjëra kaq moderne që për kohën atëherë kishin parë tani flitej për muzikë rock, te ai Bandu Dushit flitej për tema si ku dihet emancipimi i gruas, më kupton, po flas për ato, po jo më plak se ka qenë shumë për kohën ka qenë shumë tabu ato, ka pasur gjëra që sot na duken bullallëqe, po atëherë ka qenë domethënë ajo për mua, domethënë Top Channel, më saktë, ato vite për mua ka qenë epitoma e televizionit modern, e gjë se sjell njerëzi. Edhe jemi sot në këtë fazën e
e kësaj idiokracisë, domethënë jemi, unë nuk e imagjin, domethënë nuk e konceptoj dot këtë që po ndodh sot në televizion. Tani është mbijetesa është. Domethënë ka ca gjëra të mira, ka ca, domethënë emisioni juaj për shkak më ka pëlqyer gjithmonë, jo se jeti shoku im. Edhe armiku i popullit, që për tani është gjë ndryshe. Po ka ca emisione, mos bë modeste, se mirë është. Mos bë kështu. Po dakord, po. Shiko, media ka qenë shumë thyrë se kjo fjala ta bëj kam shumë natë, po. Përdor. Tani po e përdor. Domethënë media, bënte shumë kështu. Në media ndodhte thyrja çdo gjë në fillim. Kurse tash janë kështu, kanë thjesht edhe e kanë shumë të dalluar me shitjen. Duket kur është shitje. Po, duket kur është partia, kur është edhe të shpifet apo nuk e ka unë ajo është, ka unë nuk beson më asnjë, nuk çfarë besosh në televizion. Ka ca këto utopin që është Shqipëria vend perfekt për të jetuar, që do vejë rroga 1 milion apo ka ca moderatorë që janë më poshtë ty normalisht. Po, që përpiqen të bëjnë një monolog në kështu, po shumë. Tash duket patetike ajo që dalin bëjnë monologje kështu. Nuk kanë ndikim është. Po, sot është e gjitha te rrjetet sociale dhe është mirë se është një lloj lirie që domethënë Instagrami s'e ndalon dot, TikToku nuk e mbyllë, po Instagrami nuk mbyllë dot. TikToku s'e mbyllë çfarë bëj. Ti e ke apo? Jo, ideja është në rrjetet sociale që domethënë podcasti janë ashtu ndjeton. Nga njerëzit që e ndjekin, njerëzit që e duan atë gjë, mendimin e lirë ne nuk përkrajmë asnjë lloj pa përmundse. Se dhe podcasti mundi më shpreh. Jo, ideja është që ne për shembull ne në filozofinë tonë nuk përkrajmë asnjë ide politike, jemi thjesht reality show, është një lloj realiteti që duam ta sjellim dhe ajo është diferenca domethënë midis kësaj mediale tradicionale që është televizioni, radio, edhe kësaj gjës moderne. Shikoj, ne sa do ngelemi një gjë e lezetshme amator, dy ideja e dy njerëzve, po media ka qenë shumë më rëndësishme atëherë. Jo, ka qenë një gjë tjetër është kështu. S'bëhet fjalë, nuk. Po thanë media është ligj, po tash mund të thuajnë gjëra kështu gënjeshtra edhe gjëra hapur fare që është turp ti thua. Edhe prapë thonë, po e vërtet. Prandaj e kanë besueshmëri atë. E thua një herë, thua dy herë, pastaj thua më tash kanë lënë. Si u shkoi mendja për të hapur podcast? Se keni diku 3-4 vjet apo jo? 5 vjet. 5 vjet, okay. 5 vjet. Ka qenë 5 vjetori, ka qenë ide e këtij. Edhe rregullisht apo jo, domethënë se bëjmë dhe aq rregullisht, po mundohemi ta bëjmë rregullisht, domethënë, po ideja ka qenë besi e ka pas si qëllim. Po folë vetë. Unë kam pas si qëllim, jo si ide. Unë kisha shumë më përpara si ide, vetëm s'po gjeja partnerin ideal. Edhe kisha janë 3-4 vite që doja ta bëja para 2000-s. Dhe këtë kishtë kujtuaj një ditore të porin, podcast bashkë në voti, thuaj i thashë. Ka gjitha kohë që kërkoj. Po, edhe e lanë që do bëjmë podcastin, po në ashtu e i qik në kohë, që ja sot janë, klasi pandemija pastaj. Edhe aty tha, more, jemi qirë me bëjmë shumë me... Online. E fillojmë online shumë me Instagram live. Edhe të para të shkujmë, futeshim online të dy në Instagram. Të para ka qenë primitive fare. Live në Instagram, kështu. Po që ishte fiks koha e pandemisë, ishte, gjithmonë e them kështu si me që u desh të vdisnin ca miliona njerëz që ne të bënim një podcast. Po, pandemia hop nuk e dha hop, pandemia ka dha hop podcastin. Ata sa më shumë mbyllur të gjithë dhe shkruajnë bënin podcaste. Pastaj momenti që bëri një diferencë madhe ka qenë momenti që kaluam në studio, siç e xhironi ju tani, që ishte edhe Enea prezent, që përshëndesim Enea, kupton se është podcasti quhet Besi Andi Podcast, po është dhe Enea shumë i rëndësishëm, nga më të rëndësishmit do thërë në këtë podcast, edhe pse se ka emrin, po që kur kaluam në studio, kaloi që nivel tjetër, edhe njerëzit kapi një audiencë tjetër, normalisht nuk flasim për miliona views, po flasim për një audiencë që na bën të ndjehemi shumë mirë për këtë që bëjmë, them drejt, unë jam shumë edhe na komplimentojnë ato, aq duam ne, domethënë. Edhe na kanë mbështet, mos harrojmë që na kanë, domethënë na kanë dhënë donacione pafund, që në kohë që jetojmë është vlerësim shumë i madh, edhe $1, edhe $2, edhe 10, edhe 100, është shumë e madhe dhe ne kemi ble pajisje me ato. Më kupton, kemi ble gjëra që na kanë bërë më të mirë dhe është gjë shumë e bukur. Mua është një nga gjërat që jam më shumë krenani edhe tive që kanë bërë. Po pastaj fiasko që na bëri kamera. Pastaj vim në ditën që kemi përdoruar publikisht me Arlindin dhe si na ndodhe ajo. Na ndihmuan shumë. Domethënë
pas asaj na ndihmuan shumë, na çuan goxha donacione. Ali mos e ke çuti edhe. Ne kemi hall, duam sa më shumë donacione për. Po jo, ju jeni më fugarë, do ta them, ç'është vërtet. Madje një nga kamerat tona më duket e ka dhënë kontribute një antar ynë nga Amerika, sepse u qam një ditë na ndilite shumë keq njëra prej kamerave. U qam. Si thot populli, lypja faqen e zezë ka, po pa gjë të lë, kështu që. Jo, vërtet, ne na kanë mbështetur shumë, duhet të mbështesim edhe ju. Kjo është e rëndësishme, ne na kanë mbështetur dhe më pëlqen që është kjo, kemi krijuar një komunitet. Domethënë kemi ca njerëz na ndjekin, kemi ca njerëz që na besojnë, të gjitha. Kjo është e rëndësishme që besojnë tek ajo që themi ne, nuk jemi real. Domethënë kjo është ajo që unë pëlqej dhe promovoj, që ne asnjë moment nuk përpiqemi të jemi dikush tjetër, as nuk përpiqemi të japim ku diun të bëjmë sikur jemi dikush që nuk pretendojmë të jemi. Jemi siç jemi ne, dy shok me njëri tjetrin, edhe me ne në bashkë. Kemi edhe një personazh tjetër që është Xheni, domethënë jemi katër veta, edhe me të ftuar patjetër, me ty edhe me gjithë njerëzit që jemi ftuar. Domethënë jemi thjesht vetvetja, është një realitet që mundohemi ta kapim në 2 orë podcast dhe ta nxjerrim për gjithë njerëzit. Është shumë e thjeshtë formula, domethënë, nuk është se ka ndonjë filozofi në brapa. Ato ne japim vetëm informacione të gabuara. Jo, se na infrashin do vjen sa në shtatet, pastaj modë. Po se do të na infrashin çdo njerëz, po se di. Ndonjëherë japim me informacione të sakta, por që është një kanal mediatik për mendimin tim. Kanal mediatik që Po, se podcasti tashmë ka 3 milion podcaste në Shqipëri. Ta themi që atë që është, domethënë është bërë një gjë që është pjesë e rëndësishme, ka kryeministi podcastit, pallash. Po ska, ai nuk është podcast, tash se rëndësish e këtë. Nuk është podcast, ai. Nuk është të thënë që vuret 2 mikrofona dhe është podcast tash. Ai është shok. Ajo është makineri propagande. Okej, konditë fortë. Tash është podcast. Jo, podcasti është shumë interesant si ide, sepse kam shtypën bazohet te kjo është ndërvellësia e komunikimit, domethënë. Duhet të kesh gjëra për të thënë, duhet të thosh mirë, duhet të Edhe duhet të jesh rat. Domethënë duhet të ndihesh, unë duhet të ndihem rat të komunikoj me ty, ti me mua, unë me Kristianin. Dhe ajo është pjesë e rëndësishme. Po të isha në bicikletë tani, as nuk do flisja fare, më mbyllej edhe 20 minutë, dhe ishin gjithë në shtëpi. Domethënë ka atë reatin e komunikimit një gjë që na mungon në. Edhe është dhe format i gjatë, domethënë kjo është më e rëndësishme për mendimin tim, që është format që nuk patjetër mund të presë shumë pjesë në ky podcast ta nxjerrësh në kontekstin, po të kesh durimin, ta dëgjosh deri në fund. Është një bisedë normale. Intervista shumë në televizion, futet në shëra dhe duhet sa më dinamike sa më. Po shko, është edhe tamam e kundërta e asaj që ndodh në televizione, debate televizive që janë zakonisht agresive, domethënë. Ti duhet zihesh sa më shumë me tjetrin. Podcasti me sa duket plotësojnë këtë nevojën e kundërt që njerëzit bisedojnë qet. Edhe të mirë kuptohen, domethënë, mos ken kështu hendeqe, kështu që unë këtu ti je kundërta ime. Si ti jepi vetë veta, nuk është nevoja kështu. Është pak problem në Shqipëri, se një mendohet se e kemi çikën shqiptarë, se po ngrit zëri më shumë ose po bëhet pak më i krekos, do të ketë drejt, po nuk qëndron aty, domethënë nuk kemi ato vite që më i forti ka drejt. Jemi në vite që arsyeja ka drejt, domethënë argumenti ka drejt. Si i thonë, gjak ftohtësia ka drejt, ne të komunikojmë, të flasim, edhe pse mund të kemi shumë bindje ndryshme, edhe pse mund të kemi shumë qëllime ndryshme në jetën, jemi në një fazë që mund të shkëmbejmë komunikimin tim, mund të shkëmbejmë kulturë, mund të shkëmbejmë eksperjenca, dhe kjo është gjithë ideja e podcastit. Ne ftojmë njerëz nga më të ndryshëm podcast, mund të jenë kemi ftuar edhe njerëz që nuk ne ka pranuar ftesën, s'dua të përmend emra tani, por që ideja është ne i ftojmë gjithë. Në podcast, ne jemi i hapur për gjithë, thjesht duhet të përshtatesh pak me ne. Mënyrë komunikimi. Mënyrë komunikimi pa historie. Ose edhe kështu me video selfie, ora me. Po, mund ta bësh atë fiasko, e vërtetë. Po këto si vjen thoshë bën këto. Nuk kam përshtypjen që është kjo prirje tashmë që ti duhet biesh në sy. Më kupton? Duhet bie në sy. Sado që mund dukesh idiot, sado qoftë, rrezikat biesh në sy. Është poshtë të ç'është s'ka debat politik fare dajmë. Dallet me idën njëri orame o bashë. Unë nuk e kuptoj këtë gjë, por kam frikë që kam unë gabim. Frika ime është që mbase është ajo mënyra e duhur për të fituar vëmendje. Jo, nuk mendoj se ke. Po si se bëj dot, po kuptimin që. Jo, nuk asnjë se bën. E bën ti dot nuk e bën. Asnjë se. Shiko, ata kanë mbrapa skuadra menaxhimi edhe marketingi janë të dëshuar. Edhe i këshilloj. Kush është? Po si janë? Po bashkë. Shiko, përdesa ne tani këtu e përmendëm se çfarë do të thosh një fare efekti e ka gjë. Po mirë, dakor. E ka një fare. Ajo po përmendet shumë kudo, nuk është. Po mirë, më imagjino tani se po përmend një kod, po imagjino një ditë të shoj fëmia edhe trashëgimi që e lëm pas. Edhe trashëgimia ime që kam lëm pas është o besi.
Ora me, jo, plakani, jo, mua më duket shumë e tmerrshme, nuk e di. Kryeministri i vendit. Unë nuk e kam problem ti jesh popullor me rrjetet sociale, nuk mua më shet fat fat. Ama, po pra, domethënë Karagjozi dhe ti jesh popullor janë dy gjëra shumë ndryshme. Do të jesh përshtatshëm do të bësh debat politik. Po, të na japsh një ide, ora jep në një opsion. Çka ka në një opsion? Çka ka në një gjë në program? Çka ka në një gjë që sjell ndryshe? Unë them pse kjo Karagjozi këto gjëra kaq që e ulin fare nivelin, domethënë, e sjellin një lloj se dio, nuk më pëlqen fare kjo, domethënë duhet të shoh argumente, duhet të shoh gjëra me bazë, duhet të shoh gjëra që kanë vërtet të vlerë. Unë them, çfarë më sjell më të mirë mua? Unë kam shumë vite i zvotoj. Unë kam shumë vite i zvotoj, sepse vërtet nuk e ndjej fare të votoj. Nuk kam kjo fjalë nuk kam mbush fare më, nuk jam nga ata njerëz që e zë ky marketingu i rrjeteve sociale me këto këngët idiote që bëjnë për fushat dhe me këto sulme me njëri tjetrin, për mua është shumë zhvlerësim ndaj meje si qytetar, nuk më qëndron fare. A jam gabim una? Jam gabim ta? Çfarë do të qëndroj aty? Jo, thjesht. E ka nisë Rama këtë gjë i pari kam shtypën, domethënë. E ka nisë sepse është gjë që me sa duket ecën. Domethënë bën view-sat, sjell, ai e bën shumë mirë atë. Është mjeshtër. Është për atë gjë domethënë po mos kishte karrierë tjetër, merre vetëm atë do ishte shumë perfekt në punën vet. Po ideja është në atë rangun e gjerë të gjës, jemi në 2025 tashmë edhe pra po diskutojmë 24 orë ujë drita në si ato janë të përjashtë. Është pa tolerueshme fare, domethënë për një vend që aspiron të vijë në Europë, domethënë është Po për të punë BE-s çfarë qëndrimi ke ti në sidomos tani në këtë pikë po shkon që jashtë se s'po merr. Po do na fusin me beson, do na fusin me zor. Ja pyet po e shet të sigurisht duhet bësh në ekzistenciale që thuhet në BE. Po shiko, ne të gjitha problemet që kemi sot do i mbartin në BE-s, nuk do të ndryshojnë gjë të madhe. Çfarë do ndryshojnë? Po jo, do lëvizim më kollaj, do ikim më kollaj nga Shqipëria, sepse mund punosh në mënyrë të lishme në Bashkimin Evropian. Ose Arlin thua që shumë shpejt do detyrojnë të na fusin. Shiko, Ky është një nga opsionet, domethënë, për shkak gjeopolitike, domethënë, tensioni i situatës midis Evropës dhe Rusisë bën që Evropa do të situash të mbyll, mos ketë gropa brenda, domethënë. Edhe vende si Shqipëria, hajdeni vëllezër, ka vende për ju, fundja edhe vende të tjera janë futur si nga dritarja, Bullgaria, Rumania, e më herët Greqia, pra ka gjithmonë arsye gjeopolitike. Më kupton? Tani sa më shumë acarohet situata me Rusin, aq më të nevojshme ka Bashkimi Evropian që t'i fuzë gjithë brenda, më kupton? Edhe hajdeni dhe ju, thot tani hajdeni. Tani nuk e di se kur, tani ky thot 2027, 2030, por nuk ka rëndësi kjo gjë. Mi pa, ajo që është e vërtetë është që nuk ka përndryshuar pothuajse asgjë. Ne do vazhdojmë të jemi këta që jemi, në kuptimin e problemeve ekonomike, sociale, pensione, gjitha këto këtu janë. Këto na sikur po futur në BE. Edhe njeriu i thjesht kur mendon BE-n dhe ky e ka kapur, e lidh me pasaportën, më kupton? Pra, çfarë është BE-ja? Thot pasaport që mos kontrollojmë me polici. Mos vesh aty në Itali thotë ore ku e ke atë Airbnb thotë që do të rrish në Itali apo në Gjermani, po kupton vetëm kaq. E vërtetë është gjë që godet në fakt, është kapur saktë nga. Mirë, po nuk është se do ndryshoj në gjë substanciale, sepse ne problemet që kemi shumë të thella se sa BE-ja. Plus me panë problemet e brendshme, merret vetëm kështu, si do nga jashtë. Po. Sigurisht ka rënë një çik se para 10 vite apo 20 vite ka qenë shumë ka pas një entuziazëm goxha më të madh, sepse edhe BE-ja shihe më larg, që kur liberalizuan vizat, domethënë ju e mbani më atë torturën që ti të rrihet tani një muaj dhe dera ambasadës thoshte edhe jo ai pas se sta jap, po kupton? Ka qenë i tmerrën vete. Që në momentin që janë liberalizuar vizat, u relativizua edhe raporti i entuziazmit për të hyrë në BE. Jo prap, Rama e përdor më këto sepse, më thënë, përdor këto ndjeshmëritë e thjeshta të njerëzve. Punon dot me letra apo s'punon dot me letra. Do shkosh 3 muaj, do vish prap 3 muaj në Shqipëri, po gjëra kaq thjeshta, edhe e simbolizon me pasaportën. Pra kjo pasaportë thot ai, do ju çoj aty brenda. A thua se është merita vet për këtë gjë domethënë. Po ti Arlin si është Bashkimin Evropian në përgjithësi domethënë, okej me Shqipërinë, po si të duket kjo struktura e Bashkimit Evropian? Mua duket sigurisht ka një formë, unë nuk jam shumë mjaft politike. Jo, ka diçka që nuk shkon, më duket mua apo Shko Bashkimi Evropian ka lind si bashkim i interesave ekonomike të shteteve anëtare, më kupton? Edhe nuk është shoqëruar asnjëherë me idenë për të qenë më shumë se thjesht një bashkim tregtar dhe ekonomik. Problemi është që ka krijuar pastaj një burokraci
gati të pavarur, domethënë. Ata zyrtarët aty në Bruksel shpeshherë për vendimet natyrës ekonomike gjithmonë kanë goxha fuqi, kanë pas edhe mundësinë që t'u imponohen vendeve të tjera në kushte krize për ndërmarrë reforma ekonomike jo popullore. Rasti Greqisë, Spanjës, ose këtyre vendeve të tjera, Italisë e kështu me radhë. Mirë, nga ana tjetër, në një botë kaq komplekse, diçka si puna e Bashkimit Evropian, s'po them Bashkimi Evropian siç është tani, po diçka që vendet e Evropës gjejnë një mënyrë për të qenë bashk përkundër fuqive të mëdha gjeopolitike, unë besoj se është e nevojshme. Se keni parasysh bota çfarë ka? Ka SBA-n, ka Kinën, ka Rusinë. Vendet e Evropës tek e tek s'kan asnjëra peshën e këtyre superfuqive. Jo, këta nuk janë bashkë, këta janë rival, këto flas vende fuqitë e mëdha thua ti. Po nuk janë bashkë, këtu është dhe problemi që vendet e Evropës janë shtete. Dhe shtetet kanë interesat e tyre. Dhe shumë e vështirë që të gjejnë gjuhën e përbashkët. Po ju del korrupsioni shumë vete. Por në kushtet, çfarë duan të bëjnë këto elita e BE-s sot? Duan të përfitojnë nga fakti që ka një rrezik të jashtëm për të thënë hajde, duan frika e Rusisë do na bëj të jemi më afër me njëri tjetrin, domethënë. Se si do e përdorin nuk e di, domethënë. A do e përdorin për mirë, pra që të krijohet vërtet një frymë e shëndetshme në Bashkimin Evropian, apo thjesht për interesat ngushta dhe afaqshkurta, askush nuk e di këtë gjë se ka shumë pasiguri në botë. Edhe me atë që po ndodh në Amerikë është vështirë të parashikosh. Po, shumë. Domethënë çfarë do ndodh, domethënë. Sigurisht diskutimi në Shqipëri pastaj banalizohet, diskutimi politik është, të thash, Edi Rama e pasaportën. Kaq. Të merrem me gjëra të kaq është fakt, mos merrem me gjëra. Si lëm se s'po ta, po të në bet. Ky është. Shiko, çfarë pyetja tjetër? Politika në sy të artistëve. Syeni artist. Plero. Po, plero shumë keq është se shpreh shumë, nuk e di. Unë jam shumë më beziskë situata, më beziskë që është kaq. E di çfarë bezis më shumë? Se po më flet shpirti. Më bezis që asnjëherë nuk merr askush një përgjegjësi, por njëri të thotë kam gabim. Unë të punoj shumë për gabim e them edhe, pse do të fshet? Unë tonë pse do të fshet? E bën unë të gabimin këtu. Është përgjegjësia ime. Kjo s'do të thotë që dikush do më heqë nga puna. Madje përkundrazi është një vlerësim për ty, sepse ti e di ku çalon dhe këtë do e rregullosh. Unë tonë s'ka ndonjë gjë. Tani në këtë vendin tonë unë në kaq vite sa jam 35 vjeç, po si nuk kam dëgjuar njërin të paktën. Ore veç një të thotë më fal. Më fal edhe e prisha më e djeva, më fal se po jam gojës, po jo të thotë më fal, e prisha më berin, gabova në këtë vendim, ju kërkoj ndjes, do reflektoj. Ose do heq dorë, do jap dorëshën, ika. Por njëri ka thotë, njëri do ta shoh njëri jetën time në Shqipëri, njëri të mbaj përgjegjësi për një veprim që bën. Se është më burrore të pranosh gabimin, se sa ta fshehësh të më hedhësh sy, të më hedhësh shtëpi syve, sigur se ke bërë. Mua kjo më bezis të politika, ajo mungesa e burrërisë, po jo burrërisë që është burri dhe ajo gjës maskiliste, jo, domethënë të fjalës të dhënë, të pjekurisë, të maturizmit, më kupton që e bëre gabim pranoj, gabova, ika. U bë një korrupsion i madh, u bë, tani, më kupton. Gabova. Ore, me iden që të mbash përgjegjësi për ato që bën. Më kupton se tani e dim korrupsioni, nuk janë të gjithë kaq perfekt, nuk jetojnë në ato utopinë që çdo gjë është perfekte, që asnjë s'gabon, nuk e asnjë shtet nuk jeton. Më kupton? Por mua vetëm kjo më bezis të politika. Për te gjithë militantizmi, pastaj gjithë këto nevojat që ka njeriu për të qenë pjesë e një partie, për të qenë i suksesshëm. Unë asnjëherë s'kam qenë pjesë e asnjë partie. As edhe një. Do të thënë çdo punë që kam gjetur në jetë kam aplikuar. E them realisht. Nuk e kam parë asnjëherë veten time, edhe ti me punë që ke bërë, jam shumë edhe ne. Nuk e kam parë asnjëherë veten tonë që të përshijmë një parti politike që të marrë një rrobë 200.000 lekë. S'ka kuptim për ne. Ndoshta s'na kanë ofruar atë. Jo, 400.000 euro pak do të jo, 200.000 lekë, tallësh ti. Jo, po ideja është kjo më bezis më shumë, kjo militantizmi, kjo fanatizmi politik, që është më shqetësuese. Kjo është një ide që është krijuar prapë është personale kjo, domethënë, dal njëri të marrë përgjegjësi.
Pa ma, për politikën e shkruar se folëm dhe me Kristianin Shqipari që i the që ne na duket politika e keqe. Po me jo njerëz në politikë. Për ma ky është një problem. Që kushdo që futet në politikë, shikohet direkt, ditën e parë që futesh në politikë, direkt shikohet si robi i keq, i korruptuar dhe që pa futesh për lekë dhe po je mashtrues edhe Po e vërtetë është, e kemi Nuk shikohet politika si një lloj mënyre që në përmjet politikës po futa mund të bëjë një ndryshim për mirë. Është pothuajse zero për gjëra. Kushdo që futet politikë e vërtetë. E ka politika atë vellon e hirtë. E ka ndërtuar këta, është. Po, është një lloj, domethënë kur futesh politikë, ta kam thënë edhe në podcast kur erdhe që domethënë kur lëvizja bashkë me parti unë humba çmpesimin dhe mbaj mend më ka ndaluar dikush më kërkoi filmin dhe thash nuk ta japi, thash ai për parti. Tashmë që jam në një tjetër e kuptoj që ju jap filmën sepse e shoh që e keni vërtet me dashuri dhe me e shoh Kristianin në moment që vjen mundohet, por mua kaq ka rëndësi. Deri tani sa s'kam fuqisë. Po, pastaj nuk e di, ne prandaj vori vendi. Ideja është ajo, kur e bën gjë me dashuri dallohet. Kur e bën gjë për të marrë 200 lekë, kuptohet, nuk ka ndonjë. Nuk ka ndonjë. Ma edhe me çuditë edhe kjo që është gjithmonë ekstrem, janë domethënë dy parti janë nuk ka një të mesme që ora janë okay këto dy. Ose njëri thotë ky është player dhe është fundi, edhe ky tjetri thotë ky është player dhe është fundi. Nuk ka një të mesme, janë gjithmonë që si s'ka njëra dy veta të bëhen bashkë në një pikë. Dhe të mos jenë dakord fare, por të mos jenë në ekstrem, janë gjithmonë në ekstrem. Nuk ka asnjë një gjë të përbashkët kështu domethënë. Kjo më bën çik përshtypje shumë. Ne jetojmë në një kohë kur politikanët po bëhen aktor. Kuptimi që aktorojnë, futen në rolin e personazheve të ndryshme. Edhe nganjëherë kundër pesha e kësaj janë aktorët që bëhen politikanë. Në rastin e famshëm është i Bebe Grillos, domethënë që thua ndërtoi një parti në Itali, tani unë e marr me mend përgjigjen tuaj, por pastaj do të bëj pyetjen. Ju e mendoni një herë të merreni me politikë aktive? Ja, edhe unë nuk e shoh vetëm fare. E ne ato ishte mirë politikë. Do ishte mirë, do ishte shumë mirë. Do ishte mirë për të patur mendimet e tij. Për të pasur. Ja. Unë mendoj se politika do të më aktivizëm politik. Unë s'kam aq aktivist politik. I mbështes protestat për shumë që edhe protestat që ju vjen ndaj, edhe të tjera që besim për shumë është pak më prezent në protesta. Ka qenë shumë se unë. Jo, ke dalë me ashtu shumë. Ke dalë. Jam dëstuar të gjitha. Mirë, ideja është unë e shoh pak të jesh shumë aktiv, është sporti politika, do të jesh kohës jashtë nohar, kohës do ta ndjekësh. Kom duhet që gjithë së bëj dot. Edhe unë e shoh si në çdo fushë tjetër domethënë që ti jesh i suksesshëm në atë fushë ose do të jesh Pollin ose mund ta bësh për vërtetë. E vërtetë që edhe nga ana artistike do nëse do të jesh instrumentist të shkëlqyer ose do merresh vetëm atë punë ose po e bante të dytë. Mund të arrish një nivel okay, por që asnjë do të arrish larg të godasë aty ku duhet. Kjo politika. A i dini cila është e bukura në parim tani se nuk e di tamam, po cila është e bukura e një politike tamam? Është që më shkriju përshtypja që vetëm ata që s'duan të merren me politikë mund të merren për sëmbarje me politikë, po kupton? Shiko, e kam këtë edhe si referent librash. Se unë jap mësim filozofinë politike kështu edhe ka qenë një autor Platoni para 2500 viteve. Edhe ky kishte këtë hall, thotë, duhet qeverisin thotë njerëz më të ditur, filozofët. Mirë po, filozofët janë pikërisht ata që s'duan t'ia dinë fare për pushtetin për politikë. Ata marrin alera atë lexojmë në një libër edhe të bisedojnë për idetë abstrakte. Edhe përfundimi i nxirrte Platoni ishte në fakt ju thoshte filozofët bashkë me veten, jeni më të përshtatshëm se pikërisht nuk doni të merreni me këtë gjë. Ruajeni nga ata që e duan shumë të merren me politikë, zakonisht janë thjesht maskarenë që duan të vjedhin në një gjë, po kupton? Kështu që kjo ndoshta është edhe si tani sigurisht unë nuk dua t'ju provokoj më gjatë, domethënë, por më ka si thua interesuar gjithmonë si ide, domethënë që ndoshta pikërisht njerëzit që s'duan të merren me politikë, në një farë sensi janë më të duhurit. Po njerëzit që kanë pasione tjera në jetë, nuk kanë pasion paran apo pushtetin, po ju zë rrota bishti në një moment e thotë tani s'kam ç'a bëj, situata është emergjente, duhet bërë diçka.
Ose do të më qeshoj nga jashtë, se kur je I brendshëm që shikon edhe paranë dhe pushtetin ndikohesh. Po, në bazë duhet ta provosh njëra, duhet të jetë shumë, do të thënë ajo psikologjia e dikujt që vjen dhe bën korrupsion masiv. Unë se imagjinoj unë nuk, jo se jam njeriu më I drejtë po. Po që Jo, fare. po jo, të vjedh nuk ka vjedhur një jetë. Unë duket shumë ti duhet një mendje dhe informacion tjetër mendor që të bësh vjedhje. Jo, po kjo ide që po thotë Alindi domethënë më duket që kanë ngjashme me këta kritikët e artit, për shembull. Kur dëgjon një kritikar arti që kritikon një vepër arti, po që nga mjeshtër ky, nëse do bëte art, ky do ishte kështu. Do ishte vetë do bëte vetë kryevepra. Ama gjithmonë kur ka pasur kështu kritikë arti dhe çdo fushë që kanë bërë ndonjë ose këngë ose pikturë ose kështu janë grop fare. Kur kritikojnë janë shumë mirë në kritikë. Ama kur futen aty në fushë Tani më mirë se sa të deputet do ishin me bes. Jam shumë I bindur dhe shumë janë ata që jam shumë I bindur që do isha ta përfaqësoja popullin tim shumë më mirë se shumë njerëz aty. Po ka edhe ca të tjerë që nuk do denjojnë të krahasosh edhe për vitet që kanë aty, edhe për ku diun për kontributin që kanë më po ka ca të tjerë që janë për ti nuk e di çfarë. Unë po e kthej çik personale dhe vetja ime. Sepse ka njerëz që se ju edhe e thoni me humor, po ka tjerë që e thon rrugti, mëse edhe ti po patë gjë në dorë do bëhesh si ata. Tani çfarë më jep mua siguri që nuk do bëhem si ata? Se fundja do të shkojmë në të ardhmen, asnjë nga ne nuk e ka jetuar të ardhmen, kështu që hipotezë është kjo bën. Një gjë më jep siguri që s'do bëhem si ata është se unë kam I pasion më të madh se kjo që po bëj tani. Bëj punë pedagogut, më kupton? Okej, jam I detyruar ta lë, pa diskutim. Është një lloj sakrifice, për të bërë një gjë më të rëndësishme. Por ama un kam një pasion që është më I madh se të shkosh të bësh deputet, ministër, kryeminist apo çfarë duash, domethënë. Sepse konsideroj punën më të bukur në botë. E njëjta gjë besoj vlen edhe për artistët, nëse duan vërtet artin. Kanë një gjë që do e bënin me shumë më tepër qejf se sa politikën. Nëse do merresh me politikë, do merresh vetëm nga një hall I madh në kuptimin e një detyre, një momenti historik që ti duhet të bësh diçka, por nuk do të shihim politikën si një instrument për të vjedhur një gjë, më kupton? Ktu ta kisha fjalën që, do të thënë, pikërisht ata që nuk duan, ngaherë janë më të përshtatshmit. Është qëndron, do bëjmë një parti politike. E ke gjithë deputeti e kapin e vetë. Problemi si do I quajmë partin, nuk e Teme jemi në podcastin. Po. Jo, është qëndron si argument, po prapë, më duket pak si, domethënë kur përmendni ju ato shkopat e gomës në kurisi keni qenë për protesta, unë nuk do doja të të qellosh në një shkop gome. Preferoj të shkruaj në podcastet, nuk e marrë dot për sipër. Ose preferoj të luaj muzikë para publikut, domethënë është dhe vështirë të merresh me politikë, domethënë gjithë impresioni që hani ju nëpër media, gjithë ata që merren politikë, e vështirë është. Domethënë ta akuzosh për lloj gjëra, të thonë jo ke bërë të siç e keni tani. Unë një gjë për shembull që e kam pasur si kritikë për ju është kjo që kur ju akuzojnë ju, thoya gjithmonë ama këta hidhen ju hidhen shumë bie shumë këtyre akuzuesve. Si për shembull rasti I fundit me atë gazetaren që kishte bërë shkrimin për redin. Për lajmin për kandidatin, për oligarkin. Edhe gjithmonë të menduar atë domethënë që bën shkrim ata, bën shkrimin që ja këta janë të shitur apo janë këtu. Atë gjithmonë ka menduar, po pse duhet ta thonë se ky është I shitur apo që ky pse domethënë pse është akuzë kundër akuzë. Po ama edhe ti të jesh me të drejtën tënde apo të jesh duke bërë që të vjen tjetri nga hiçi kot akuzë. Të akuzoj po ashtu do kthesh, vërtet është shikoj. Edhe këtë nuk të balancën nuk di si, domethënë si mund ta mbani ju se mua nuk më duhet të mbaj një balancë, po për ju si e. Shikoj, ne cedojmë her pas here këtë gjë. Kuptimin që nganjëherë mbi reagojmë, nganjëherë nën reagojmë se është njerëzore fundjavë. Kush është I përsosur që bëj gjithmonë reagimin e duhur. Po unë përpiqem të bëj një dallim. Kur kritika është e ndershme, mund të jetë edhe shumë e fortë, por është e ndershme. Ti rritet diskuton me qetësi. Për shembull, ne na vin shpesh kritika ideologjike. Jo jeni komunist, jeni kështu, jeni ashtu, domethënë. Unë nuk acarohem asnjëherë me një lloj kritike të tillë. Sepse them prit, se ky që e bën, mbase e beson vërtet, më kupton? Do të thënë, se futja ideja në ato, por ti vjen, unë kështu e interpretoj, ti interpreton kështu dhe ka vend për debat. Mund bësh debat fort, po të bësh debat ndershëm, më kupton? Ç'a ndodh?
po të marrë këtë rastin e fundit të gazetares që akuzonte Redi Muçin për oligarkë, që qesharake, domethënë, Redi Muçi pedagog me biçikletë, që babai i cilit mes viteve 90 filloi ndërtoi një, si thua, diçka aty në Bregdet dhe ka 0.8% nominal, s'ka marrë as i lek, domethënë. Okej. Ç'a ndodh? Gazetari janë fjalë thotë që ngre pretendimi që ju thotë si parti keni shit vendin e deputetit në listë. Dhe akuza është e tmerrshme, kuptim. Po, domethënë, akuza e gazetares ishte që e dini ju pse Arlind Qori nuk është i pari në Tiranë? Se ka shit, kjo është çmenduri, ti vlla është si një njerëz që del në rrugë edhe ti je në jetën tënde me korrektesën tënde dhe thotë ti je më i poshtë njerëzve, më kupton? Edhe pastaj do hajde ruaj qetësinë. Si ta ruash qetësinë, domethënë, akuza është aq e pabesueshme, aq e rëndë, sa që ti edhe kaq edhe po përmbahesh shumë, sepse thashë nuk është një akuzë ideologjike, nuk është një akuzë që e bët gabim këtë protestë, pse se bët kështu. Është krejt normale ajo gjë. Ne edhe ty edhe nga herat dhe aty afuzim kod, kuptimi që mbi reagojmë edhe ndaj kritikave që janë të shëndetshme. Pa është e pashmangshme, fundi njëri është më sanguin, njëri është më i qetë. Po kur vjen puna tek akuza që të vën dyshim karakterin tënd, më kupton? Atëherë ne kot merrem me këtë që merremi, domethënë, nëse ne shesim vendet e deputetit, është çmenduri, domethënë, është dhe si mundet njëri që ta thotë këtë gjë publikisht, më kupton? Të tjerët, paktën e shkruajnë me profile falso, më kupton? Dhe mqive pas profilit falso, si mundet ta hedhësh atë si insinuat? Është jashtëzakonisht e rëndë, më kupton? Edhe kjo vërtet të revolton. Sigurisht, ka njerëz që janë mësuar me këtë politikë, por ju bër fytyra sholl, e kupton, shahen me njëri tjetrin. Shumë ajo që më ka bërë përshtypje gjithmonë është kur dal nga emisionet televizive. Unë shumicë e rasteve nuk u flas atyre përveç gazetarit, të tjerë nuk u flas, sepse jam zënë me ta në emision. Në moment që zihesh ti ngarkohesh emocionalisht, domethënë nuk mund të thuash jemi shok. Janë mjeshtra të tjera ato. Mbaron emisioni, janë sharë gjithkohës. Buzëqeshin, dorën, qafra, ne bëm lojën, thotë, ne aktruam. Kupton? Si dy aktorë që njëri e vret tjetrin në skenë, pastaj është shok jashtë skenës, futja kjo është komplet skena. Unë përjetoj vërtet të gjë. Edhe pastaj ndoshta më delën çik nami kështu si person që smerrem shumë me të tjerët, që rri veçuar, nuk u shkojnë kafe mas emisionit. Si introvert politik. Po e shoh të pashmangshme si ta bësh ndryshe. Do të thënë, një njeri me të cilin ka sharë gjatë emisionit, pastaj vjen të jep dorën dhe thotë, ja, mas ka problem tani se. Po pse unë nuk mendoj që jemi në përtej luftës mediatike patjetër, por që unë mendoj se shumë të shohim pak më ndryshe tani, domethënë, ke filluar je bër si e shohun pak. Nuk je më ai ardhi i protestave, je një zë opozitar ta kanë frikën, edhe të druan sa domethënë. E shoh pak që është pak situata, të ftojnë më shumë në media, duan të kenë më shumë prezant. E sheh që ka një ndryshim, apo jo? Apo më duket mua si publik, ndoshta 2 javë të fundit kemi pas çik më shumë ftesa në media, sigurisht janë televizionet më dha, Klan Top Channel as bëhet fjalë. Jo, Klani ka marrë. As bëhet fjalë. Televizionet minore kemi një herë 2-3 ditë nga i ftesë, domethënë që për standardet tona është shumë mirë, se ne jemi mësuar një herë në 2 javë dhe je i lumtur, po kupton të thuash në një gjë. Po ndikim ka shumë edhe fakti që jemi javët e fundit para zgjedhjeve, domethënë, edhe është e pashmangshme që të evitojnë komplet. Edhe nuk ka as temë tjetër përveç zgjedhjeve, se 2-3 muaj më parë mund të fusë edhe një temë nga, ku diun, Ukraina, Palestina, ku diun, festivali evropian. Tani gjithçka bëhet rreth zgjedhjeve dhe është vështirë të t'injorojnë totalisht. Gjithsesi, unë edhe veten e shoh që është si punë përvoje kjo gjë. Ti mësohesh. Dikur akuza e parë që më hidhte më revoltonte jashtëzakonisht shumë. Unë mbaj mend herën e parë që kam dalë në një televizion, ka qenë një televizion që s'ekziston më tani, si ka thënë emrin. Jo report të voja, po një gjë që ka pas një emër të jashtëm me reportin. Më si me lajme kështu, në 2014 ishte ftesa e parë që merrja, dhe unë herë parë që dilja në televizor. Edhe, domethënë, fillova të flas, pas 30 sekondash më tha komplet goja nga emocionet. Më dridhe buza, domethënë, të merri pa parë një. Po mësohesh pastaj, më kupton, pastaj fillon e mësohesh se të bëjmë më pak përshtypje gjëra, domethënë, edhe duke u ndeshur nëpër studio, duke u përplasur. Mësohesh edhe fjalën, ku diun, tani shumë gjëra injoroj, domethënë. Dikur për shembull jam pas përgjigj gjitha komenteve në Facebook.
shante dikush, bëja çarçaf, domethënë nga mbrapa e sqaroja me ditë tëra, domethënë. Tani mësohesh, hajde punë ballë, do ketë njerëz që do të shajnë këtë botë, domethënë nuk su bëhesh do të simpatik gjithë, është e pashmangshme. Ore nuk e di si, juve ju komentoj negativisht ndonjëherë? Komentoj ndonjëherë. Unë precis me moderimin e kanalit, unë kam tendencën ti lej komentet negative, nuk e kam problem domethënë të na shaj. Thjesht ku bëni share nga mamata aty nuk e pranoj fare, aty ju kërkoj logacionin. Jo, zakonisht ne i lëm komentet, nuk kemi ndonjë oponent komentesh që duhet të shprehesh negativisht, se ne flasim gjëra shumë, domethënë, kanë mua më përpara mund të thënë në profilin tim personal. Po, ti bes ke qenë pak më polemike. Po se bëhen kështu jo humore me femi, kështu po domethënë në momentin që ditë feja në lojë, shpalos e lista e fisit tim edhe. Po, zakonisht me femi janë komente. Edhe unë të vesh në fillim ju ktheja, po pastaj e kuptova çfarë, se është thjesht njerëzit e kanë vetë që duan të nxjerrin dufin e tyre kot. Po, në përgjithësi janë komentet goxha suportuese them drejtën. Jo se po e bëj kështu domethënë. Nuk kemi profil goxha miqësor. Jemi miqësor, nuk jemi shumë, domethënë jemi shumë chill, jemi shumë qetë, nuk është se kemi ndonjë gjë që domethënë thjesht kur presim më një gjë kanë. Thjesht kur themi në jena binazista, është në jena binazista që më duket shumë e çuditshme nga mund ta burojnë, por që jo, Do të thënë që je. pa çe. Është në përgjithësi është situata shumë miqësore, nuk është se ka një për fen bezisë njerëzit ku bëjnë një shaka apo tani edhe me fen si më marr shumë. Nuk është se kjo është e përgjithshme e podcastit, nuk është se ka fare kështu. Politika pastaj është gjë tjetër fare, unë nuk e imagjinoj, unë di çam të merrem unë me politikë në moment, nuk e di çfarë mund të më nxjerrë. Ti një të shesh aty vetë. Po, nga njerëzit. Edhe më shqetëson më shumë, më shqetëson trillimi mbi trillimin, domethënë të them unë Arlindi, ku diun tani, ka prona në Vlorë, ku diun ka një mega strukturë aty. Domethënë, këto trillimet e pa imagjinueshme këto mbezisin. Ata që janë kundër besojnë direkt. Se ke ndonjë gjë që mund të ketë lidhje për shkak që ku diun, Andi ka qenë kickboxing, ka qenë të dhunoj njerëzit, edhe mund ta besosh. Unë s'kam qenë të dhunoj njerëzit, por që ideja është që më pëlqen artet marciale. Unë ka një lidhje. Po domethënë këto trillimet mbi trillimin, se di, nuk do më pëlqen të isha politikë të gjëra kështu gjëra. Ose kisha familjen time dhe të dëgjonte kështu gjëra. E vështirë. Ka dhe një gjë që politika është ndoshta fusha më konkurruese. Ka shumë parti edhe vota për ty është një votë që mungon për tjetrin. Kështu që është një gjë shumë konkurruese, nuk bën dot pa të. Sigurisht që pastaj në Shqipëri aplikohet në mënyrën më të ndyrë të mundshme, sepse nuk ka nuk është se ka edhe kështu filtra besueshmërie, që kur dikush hedh një akuzë dhe pastaj provohet që është e gënjeshtër, ai të ketë pasoja në opinionin publik. Më doli, u thash, dorëzuam ne listat e kandidatëve, më kupton? Doli kryetari i një partie, bashkëkryetari i Pano Soku, tha, Arlind Qori thot ka vendosur vllajin kandidat për deputet. Okej, vllai im quhet Elvis Qori. Shumë e thjeshtë. Lexoja ata 186 emra, a ka ndonjë me këtë emër? Tani si e thua këtë gjë? Si e thua dha këtë gjë? Mirë të keq informuan. Po dil nesër e thuaj më falni, ore se. Po kërko. E kupton? E thash gabim. E thot një herë, e thot dy herë, e thon tjerë 3 herë. Morë kur gënjen tjetri kaq haptazi. Unë një vllaka me sa ditë, domethënë. Po kupton? Një vllaka njihet si emër, është aktivist i Lvizjes Bashkë, dhe nuk është ka emër, biemër dhe është lehtësisht e kontrollueshme, po kupton? Po keni titullin, po kupton? Hajde sqarohet i pasaj se ata që kanë dëgjuar gënjeshtrën nuk do të gjejnë sqarimin tënd. Po, edhe njerëzit janë mësuar të lexojnë vetëm titullin, nuk Mirë po, kjo shpifja më e rëndë ka ndodhur në vitin 2018, gjatë protestave studentëve dhjetorit, aty u gjendëm në bombardimin e partive të vjetra. Gjithë na shanin, gjithë na përgojonin, edhe çfarë ndodh? Kemi pas një qendër sociale tek inxhinieria ndërtimit, afër 21 dhjetorit, edhe që e mbani me qira me kontributet tona, domethënë. Nga këto shtëpitë e vjetra tiranëse. Vjen pronari ditë tha, na përzë, siç na kanë përzon shpeshherë, se do ndërtohet pallat, më kupton? Ikim me marrin plasë shkojmë diku tjetër. Shembet ajo shtëpi dhe fillon ngrihet pallat. Del njëri aty në rrjetet sociale dhe thot, ky është pallati që po ngre Arlind Qori, më kupton? Po kupton? Unë isha ndërtuesi, po kupton? Edhe tani hajde merru, hajde shpjego, ti e shpjegon, më ja thua 15 herë, po kupton? Dëmi u bë. Dëmi u bë.
Se nuk ka një mekanizëm që thuash, prit po tani hajt të verifikojmë këto që thua. Se një gjë tjetër është opinioni, mua s'm pëlqen ti. Ke shumë drejt. Mua ti më dukesh fashist, komunist, liberal, konservator, gjitha këto janë diskutueshme se nuk maten në peshore. Më kupton? Po fakti unë ose jam pronar pallati ose nuk jam pronar pallati, më kupton? Nuk mund të jetë një gjë e mesme, më kupton? Kjo është në fakt njerëzit pavarësisht se e dinë që shumica e portaleve janë kështu plera. Ama prapë kur e shohin si titull atë ju duken si më zyrtare. Të pëlqen ta klikosh, të pëlqen ta lexosh, të pëlqen të jetë me titullin, po pa titullin, e ka diçka të vërtetë. Bez mbazë për shembull ka miliona euro në bankë, shumë të pëlqen si titull, se nuk do lexosh tani, sa ne shpëtoj 2 hotele, më kupton, si intereson njeriu. Po jo se është e vërtetë, do të thonë nuk i intereson njeriu akti i mirë, po do vetëm atë lajmin bombastik se e keqja tërheqë. Ndërkohë që harrojmë që kemi 3 muaj që po ham pulë me salmonel, po kupton. Ky është lajmi, miqtë mi, kupton, që po na ndiqni. Problemi është pula është me salmonel, janë gjokë si pulës, po me këto që janë të therrura, kurse të gjallat janë me grip. Gjithë këqija. Domethënë kemi kaq shumë probleme, kaq shumë gjëra që duhet ta adresojmë sa merremi akoma me headline, domethënë se di, mua më mërzit ndonjëherë që kjo është vendosje vëmendjes, kjo diversioni, kështu që shiko ki e mendje këtu se ki e mendje. Kjo është problemi i vetë njerëzve, se kjo kur sa njerëzit duhet të kështu si. Edhe ashtu është në fakt. Jo, mo, është dhe e jona, se dhe ne domethënë e kam bërë kështu si mënyrë veprimi vetë, gjithmonë kur shikoj kështu titull që duke që si bombastik, kështu futem lexoj gjithmonë dyja palët. Gjithmonë artikull i skandalos brenda, ka një zakonisht ka një fjali që hedh poshtë titullin. Në kështu e frikshme, po. Kjo ndodh për ditë. Edhe njerëzit ti shikojnë titullin thonë ai mos e kështu do jetë. E marrin direkt të vërtetë. Është e vërtetë kjo që e keqja edhe provokuesja tërheq vëmendjen. Është si njeriu që del lakurish në rrugë, ti nuk mund mos i kthesh syt një herë. Nuk u thuash me që dua ta shoh, s'do e shoh. Do e kthesh syt një herë. Që këtë e kanë kuptuar gjithë ata që merren në portale. Po nga ana tjetër kanë përshtypjen është edhe efekti këtyre politikave të këqija. Gjithë ata që janë pushtet ose kanë qenë pushtet nuk duan të diskutojnë për përmbajtjen, se aty dalin vërtet lakurish. Edhe ç'a bëjnë? Provokojnë sherrre, thashë theme, spektakël. Kemi një grup aty në WhatsApp, po merresh me programin Lëvizjes Bashke dhe diskutonim aty për ekonominë, këtë hidh artikull njëri, hidh libër tjetri, po flisim i ditë produktivitetin e punës. Shuar një kolegu im që na ka ndihmuar gjatë programit, na çon videon e Taulant Ballës. Po kjo kishte marr valles aty popullore, diku e thoshte, o profesor, thoshte ti diskuton për produktivitetin e punës. Deputeti thotë se çan kokën fare. Belinda Balluku ka atje të bën byrek me ato gratë e fierit aty, e bën fushat me byrek, e kupton? Vrit mendjen ti tani, jo programe, jo si do transformojmë Shqipërinë. Janë Tiranë vetë. Në kujtove të Ballën, me që ishte kur ishte ministër që dilte priste turistët në program. Se hello, I'm the minister. Ka kanë mendu të jetë kamera fshetë, se s'ka mundësi do. Ja turshme. Fatkeqësisht jemi në këtë situatë që jemi, po mua një gjë më bën optimist. Sa në BE-pa. Jo, po këtë video çik më ndryshe situata, se ka ca opsione. Domethënë ka ca zëra që janë vërtet. Ose më shumë ndryshe, apo jo? Po flisim ndonjë ditë bashkë. Sigur. Do më një fjali që e tha, po Alidi normal që është, po se është vetë një opsionet. Po da, më vetë. Ja moderatori më mirë në podani në lërë. Jo, se po ju thoya edhe shumë në që më pëlqeu ta shej se këtë fjali tha që këtë vit të pak duket edhe është vërtet, jo një çik, po është vërtet që ka vërtet opsione, nuk është kështu që është vetëm PS PD dhe këta tjerë janë kot të gjithë, no. Këtë vit nuk ka opsione, është më ndryshe. Është më ndryshe, edhe unë kështu e shoh pak, nuk e di. Nuk është aq e prerë, që vetëm 2 partitë më dha janë, edhe të tjerët janë të gjithë kështu. Po dashej, është me lëvizjen e zhvendosjes klasike. Mjaft tjerë. Po shiko, ka opsione dhe një nga arsyet pse ka disa opsione është se shoqëria po kërkon diçka ndryshe. Se për ndryshe nuk do kishte kaq shumë parti të reja e kështu me radhë, domethënë. Të nuk përpiqem të distancojmë nga vetë të flas sa më objektivisht. Pra është nevoja për ndryshim që nxjerr shumë forca politike në lojë. Po të ishin para 4 apo para 8 vjetësh, situata ka qenë goxha më e dëshpëruar ajo politike. Se më pyesin nganjëherë, pse do ja dilni ju thotë për Lëvizjen Bashkë se kanë dalë tjerët para jush. Pritem se ka ndryshuar shumë Shqipëria. Nuk jemi më në 2013, 2017, nuk jemi më mas 2021 në shumë aspekte. Në kuptimin njerëzit që
nuk e tolerojnë më këtë gjë që ka ndodhur, më kupton? Duket sikur shoqëria është rritur. Pra është si një bebe që ka lindur në 1990-91, edhe është bërë 35 vjeç tani, më kupton? Jemi pjekur ne si shoqëri. Politika jo dhe aq, por ne si shoqëri jemi pjekur. Nuk i gënjen dot njerëzit aq kollaj dhe për një gjë ka bërë të mirë emigracioni, ju ka dhënë njerëzve një opsion në kokë. Në shumë aspekte është keq, sepse shpopullimi, fuqia punëtore ikën e kështu me radhë. Por ama njerëzit sot nëpër rrugë, pak ata që janë çik më të rinj dhe më të fuqishëm, e kanë gjithmonë një opsion. Ore nuk jam i varur si bujkrop nga paka që më jep ti, më kupton? Se mua më ndodh shpesh takoj dhe njerëz që punojnë në administratë dhe më thonë do t'japin votën. Edhe i përjem ti besoj se them fundja, ky më tha mua sot se s'kam për të takuar kurrë në jetë. Edhe çfarë shtyn këto që ta bëj këtë gjë? E para sepse edhe aty ka ardhur më të hundës, më atë rrok që merr. E dyta sepse në fund fare, edhe nëse heqin nga puna, dreqit a hajt do çash diku burr, nuk, më kupton, nuk jesin vitet 90 që do të hyjë me gomone për të shkuar në Itali, më kupton? E do të visje rrugës. Prandaj edhe migracioni është në këtë nivel, se ka opsione për Ka opsion, pra ka opsion. Edhe kjo t'jepi fal lirie, kuptimi që vetëm opsion, këtu është problemi. Në shumë aspekte është për keq, është. Por ama atë që është këtu i jep një lloj kështu guximi që thotë unë do i bie, dhe po ta vesh re, dhe këto partitë e vjetra, do të thënë e kërkojnë mbështetjen në mënyrat më primitive të mundshme, me kërcënime, tu ofru lek, duke premtuar vende pune, nuk ka se kanë më njerëz që u besojnë. Nuk u besojnë me njerëzit, më kupton? Është komplet artificiale, është Nëse ama është asimi që deri në 2030 jemi në unë besoj që do ndryshoj, sepse në politik koha lëviz shumë shpejt. Më kupton, do ndodhi një ngjarje që si thua, ku diun, një ditë merr këto ngjarjet e mëdha historike, revolucioni francez. Kush e mendonte të datën si bie 13 korrik të 1789-s, që në datën 14 do nisë revolucioni francez. Po të pyesë gjëra, çfarë mendon ndodhes, thotë ajo që ka ndodhur gjithmonë. Po ja që gjëra ndryshojnë. Edhe unë kam besim tek fakti që shoqëria jon po bëhet e pjekur, më kupton? një lëvizje ka. Po bëhet e pjekur se edhe kemi dalë jashtë, po e flas, po e them në këtë informacion gjuhën më vulgare që edhe kemi dalë jashtë, dhe kemi pa ku është Maqedonia, ku është Bullgaria, ku është Rumania, dhe ne jemi në këto faza akoma, është trisht më plakane. Nuk mund të jemi akoma këtu. Nuk mund të diskutojmë akoma ujë 24 orë. Drita 24 orë, është turbo. Po është turbo për zotin në kondicionuar. Po çfarë do më bëhet edhe ne duhet të jemi për te fare, duhet të flasim për brezin që vjen pas në mesat e mia, për fëmijët tanë, ku diun, për gjëra të tjera, më kupton, nuk mund të jemi në fazë tani kaq priple sot për sot. Shiko se rroga e mia, më kupton, po tani çfarë duhet domethënë unë shoh, duhet ta shoh gjën më lart pamse. Duhet vi një ditë në Tiranë, mos ta marr makinën fare, unë e urrej makinën. Unë kam e përdor makinën se më duhet. E urrej, duhet marr autobusin valla. Në Çeki për shkak kënaqet të marr autobusin, isha në Prag në dashën time, u kënaqet të marr transportin publik. Shkoj në një vend. E ka bërë gjithë kohën në fund. Ore do beton, ore po është shumë e thjeshtë, më pse? Domethënë pse duhet marrësh makinën që rap, se duhet marrësh makinë kur ke një, domethënë janë gjëra kaq minimale kur i mendon, saqë mund të zgjidhen, nuk ka ndonjë kaq shumë. Këtu është kur vjen zor të marrësh autobusin, se duket shumë sigurisht. Fare s'po vjen zor, fare. Po mos ke trafik, po të jetë korsia e lirë, fare. Fare. Çfarë? Jo mos e përtyr ashtu. Jo, ore në përgjithësi, po jo, më po ti jeti shpejt, po të çoj nga pika A në B, më shpejt sa të çon makina. S'ka pse të jetë turp fare. Madje e ke për nder, se arrita në orar, arrita ta von në kohë, kupton, është. Por mua vetë kjo e dua ta shoh një ditë, se normalisht vendi im që e dua ka shumë nuk është perfekt, nuk ka gjithë njerëzit më të mirë të mundshëm, po që duhet të shoh të gjërat elementare të paktën mos na mungojnë. Dakor. Ha? E zgjidhe. mirë, sur u lodhëm me politikën, kthehemi çik prapë tek arti, tani tani unë e di që jeni kështu adhurues kinematografisë, njihni mirë. Tani uam zahalli që kam ende një gjysore kohë çdo natë për të nisur për të parë një film. Se intensiteti i aktivitetit është shumë i lartë, kështu që një film do ta çoj 4 ditë derisa ta mbaroj. Kështu që edhe për mua edhe për tjerët ca sugjerime, edhe pse. Çfarë vlen të shohim? Mua sot në ditën e sotme, se sot kemi humbur një aktor që personalisht unë e du fort, është Val Kilmer, që iku në kjo botë. E morë edhe shumë ti? E morë. Po, jo mëse e kam shumë qef unë edhe. Po dakor. Edhe një film që do sugjeroja që është
ka lidhje edhe me muzikën, po edhe me kinematografinë është The Doors, është Val Kilmer që luan rolin e Jim Morrison, është film shumë i bukur, është shumë i gjatë, është 3 orë ca. Është impenjativ. Është impenjativ si film, po që vërtet është eksperiencë. Val Kilmer ka dhe një komedi që është si parodi e vjetër me luftën. Me luftën? Po. Komedi vetëm atë Kiss Kiss Bang Bang. Duhet ta googlojmë me që ta shohim. Na duhet e ne. Na duhet e ne. Po këtë do jepja sot, The Doors do jepja film tjetër. Tani po mendova edhe në një gjë tjetër, do e them po. Bes më ndihmon çik këtu më Ti je filma kështu për Oscar direkt apo. Po pse më për Oscar The Doors? Po jo më ndonjë film të lehtë plak kur se edhe domethënë edhe në të botën e filmave është futur shumë kjo ideja që ose duhet një film kështu që të jetë thyerës realitetesh edhe nuk ka më filma gallat ose një film i lehtë, një ide e thjeshtë fare që bëhet film. Zakonisht evropianët e mbajnë akoma këtë, po e kanë evropianët. Këto evropianët nuk para bëhen kështu që të plasin në mainstream apo. Domethënë gjithmonë këto që janë më të shiturit, gjithmonë përpiqen që të dëgjejnë një gjë kështu që kur ta shikosh të shpërthej mendja që ua kështu. Çau bë këtu. Kurse më pëlqen më shumë këto që po e mban në Evropë akoma këtë që ka sa ide fare thjesht dy komshinj që kanë një marrëdhënie, do gjejnë sa gjëra fare të thjeshta dhe këtu bazohet gjithë filmi. Normal që ka ca historira aty brenda. Sa gjëra që ndodhin. Po jo nga ato që ku i shkojnë mendja që si e bëri këtë. Duhet hapësh 10 libra psikologjie dhe filozofie për ta kuptuar. Këtë kam vënë edhe me kur kam qenë që kam në akademi me këta bashkën studentët edhe kështu, kishte goxha ato që donin të bënin këtë gjën komplekse. Gjëja e parë që bënin një gjë aq e ndërlikuar, aq komplekse, po hamor bënin një gjë të thjeshtë njëherë pastaj. Kështu që një film të thjeshtë, po. Po na të jep një film të thjeshtë. Si e ka i pas më kujtojnë as emrat e aktorëve. Lars von Trier, kush? Jo. Si ka i me atë që bëhet i keq gjatë filmit Falling Down, si ka asgjë s'na vjen, ka dështuam me si Falling Down. Ma kujtoj se ç'është më jep. Fillon filmi që është në mes të trafikut. Me Michael Douglas. Super film. Po, si ka? Falling Down, më mirë kish. Po, është super film. Po, sugjerim. Domethënë baza e filmit është që ky është thjesht një rob që në fillim është ka ngecur në trafik edhe vetëm acarohet nga jeta. Edhe nga një njeri super i thjeshtë në fund fare del që është bëhet i keq i fare i filmit. Dhe është një transformimi i njeriu nga të gjitha nga efektet e jashtme, domethënë. Po është i lehtë, më shumë i lehtë. I letësh. Po kështu komedi, filma komedi që me komedi të shikë vështirë. Komedi vetëm të vjetra do sugjeroj, nuk kam. Vjetrat janë kështu, ndonjë komedi të re sikur s'po vjen në mendje që të jetë goditëse apo goditëse. Që këto morë të mira. Unë një komedi që e shoh shpesh, njerë në kaq që më pëlqen edhe është shumë e vjetër, patjetër është pak për brezin tim, po është Pink Panther me Peter Sellersin, është Pink Panther i viteve 60, që do thotë është goxha i vjetër, po që unë aktorin amerikan jo absolutisht me Steve Martin, absolutisht jo. Absolutisht jo. Domethënë versioni origjinal i Pink Pantherit me Peter Sellersin e madh është ku e vepër, është komedi tamam që të bën me qesh. Edhe Mel Brooks, filmat e Mel Brooks, un kam një dashuri të madhe për Mel Brooksin. Domethënë të gjithë komeditë vajtëm shumë brapa në vite. Mel Brooks është ai që ka shpikur parodin, këtë që ai bëri parodi Star Warsin, bëri parodi Robin Hoodin, ai i shpiku këto. Edhe pastaj u bën kështu. Po. Radha ato. Po në një sugjerim shqiptar, kishim dhënë një gjë shqiptare mo si be, pse? Zdam asnjë. Gjuhëti e fundit. Gjuhëti e fundit, super film. Super film sa i bukur Gjuhëti e fundit. Po si mos i pari, se pastaj kanë bërë edhe të dytë, kanë bërë edhe një dytë para disa. Po i pari ka qenë vërtet novator, do të thotë, se pastaj ti e prisje çfarë do ndodhte, po. Bëma kanë kapur ca detaje, është ajo që lehnin si qenin ata. Që ytat ka qenë çembir qeni. Po këta i keni pas parë Monty Python, anglezët? Po, ata janë janë lart fare, janë nivele shumë. Është komedia on top kam thënë. Bes? Life of Brian, po, ai është prindi i çdo komedie tjetër. Po ama edhe ajo ka
historinë shumë interesante që dhe ata vuajtën për ta bërë atë, se nuk i financonin shtëpit. Për shkak se ishte si kritik Nuk i nuk i financonin fare, po. Edhe ndaj fesë, po edhe ju duk shumë i guximshëm. Po filmi guximshëm, se në ato vite domethënë të merresh me një figurë si fetare, domethënë është pak e vështirë. Edhe i braktisën, domethënë shtëpia filmografi që kishin e braktisën i lan nuk po gjenin, edhe i gjetën lekët nga bateristi i Beatlesave. Pse jo? Ati i ra skenari në dorë një moment, edhe dëgjoj këtë punë që s'po i financonin, do t'i hedhun lekët ta. Edhe rastësisht u bëdhej ose ai film s'do bëhej kurrë nëse zbinen duart e atij, po. Edhe u bë kryevepër botërore pastaj ishte shumë i bukur, po. Ajo ka çdo gjë, domethënë është film që ka çdo gjë brenda, nuk i mungon as edhe nga zhanri edhe nga çdo gjë ka. Edhe sot a shohësh është prapë aktual. Kështu që What have the Romans done for us? E kuptoj që fillon e rendita i kam bërë ujësjellësin e tjetra, po dha përveç tyre çka kanë bërë romakët për ne. Ai sugjerimi kryesor i ditës së sotme. Po e mbyllëm ditën me komedi, se e nisëm shumë Life of Brian. Po këta i keni parë Aldo Giovanni e Giacomo? Si mendon ti Besi me që merresh me humor? Mu kam pas pëlqyer shumë, po. Këta i vlerësoj shumë, po unë këta i kam parë një moment që unë pasi kisha kaluar shumë kohë me italishtën, me filmat italian, bëra dhe gjimnazin për italisht, edhe një 2 vite në universitet për italisht, edhe më kishte ardhur italishtja në Majtë Undës. Edhe këta thjesht e kuptoja që kishin humor të mirë, por vetëm nga italishtja si doja do të fare. Po që janë shumë për të respektuar, më kanë humor shumë të mirë, janë. Italia ka. Po. Tani kanë normal. Jo, tani kanë ndryshu pak, është Dhe një prej tyre bën një podcast, Giovanni Poretti, bën një podcast famshëm, u shkuxaj dëgjuar, një prej tyre, jo Giovanni, Giacomo Poretti. Po kanë momente shumë të mira janë. Kështu komedikë është prap podcasti, domethënë është. Jo, fton, tani ai bën humor sepse është si do humorist me profesion, por jo, fton, ku diun, edhe trajner futbolli edhe domethënë. Jo, ata e kanë pasur një goditje të, domethënë, e patën një ngritje kështu të madhe që bën edhe filma edhe shfaqje edhe. Po, filma ato shfaqje pastaj. Po ishin shumë mirë ata. Po Italia ka edhe këtë që kanë shumë paraardhës edhe nga arti dhe nga letërsia. Po, ka shumë trashëgimi. Gjitha vendet që kanë shumë që kanë me çfarë të krahasohen apo kanë kurse ne ata kemi para 90-s. Përpara s'kemi mas letërsias. Kemi atë poetin, nuk. E të prova. Jo letërsi kemi, po kam fjalën që nuk kemi kështu vepra shfaqje teatrave dhe kështu s'kemi pasur. Domethënë kemi rilindjen, po prapë ata nuk janë teatra, nuk janë shfaqje, që ato pastaj të frymëzojnë edhe brezat e tjerë për të bërë shfaqje, për të bërë komedi, për të bërë. Po këto filmat humoristik tani në Shqipëri apo janë komplet Kaca të mirë. Mua un kam pa ca, domethënë që më kanë surprizuar. E kam nisur me shumë pritshmëri të ulta. Po Deri Tirana ti si aktor. Jo, ato janë filmat. E ka shkruar një miku im atë filmin, nuk. Jo, se ke bë tjetër? Jo. Seriozisht? Është dyshje. A lov tropoj mos e ke bë? Jo. Se di unë. Nëse. Më kujtohet për shembull Dashuria e turbulenca më ka pëlqyer shumë. Po mira, skenari është skenar i njohur, është teatr i njohur. Është francez. Po, ka qenë komedi shqiptare që e nisa hajt më dhe një komedi tjetër, po që shqiptare ajo blek. Po jo, mirë, ideja që aktorët që lunin aty më bëri për të qesh. Ishte okay. Filmi i mikut tim nga Maqedonia, i Bërdearit, Everybody Calls Reggio. Komedi ishte. Komedi pak e zez, po ka dalë tani. Ishte shumë i mirë. Vajta e pashë në kinema, më ftoi vet Ibëri se e njoh prej vitesh. Ishte film që merri dhe me tema sociale, domethënë me temën që ka ngel vetëm një burr në fshat që bën gjithë punët e burrave, me një fshat imagjinar Maqedoni. Një gjel në Kotec. Që kanë ikë gjithë në emigracion, edhe merre fiks me këtë temën se si një burr përdorej për çdo lloj pune dhe ishte komedi e mirëfill, domethënë kam qesh realisht. Ka alternativa, po si gjithmonë e dim që në Shqipëri është. Po jo, pse vetvrasje të merresh me art, po ama sa është e vështirë. Po këto filmat po ecin mirë, pavarësisht se nuk kanë ndonjë nivel të thuash. Po kush filma më ecën mirë? Këto filma shqip që po dalin, këto komeditë që pavarësisht se janë tralala kështu, edhe prapë me bileta po ecin mirë ose njerëzit
Se duan njerëzit të shohin Jo, më shumë content mirë, shqip. Janë Ora unë dua të eci, nuk po Jo, them ma ato, ecin. thjesht, okay. ndrojnë Profesionin. duan çik më shumë guxim nga ana e film bërzve. Film bërze. Nuk duhet vetëm ankim që s'bëhet këtu, s'bëhet këtu, po ti bëje një herë pastaj tash. Po ty Arlin të ftonin në film, do dilin në një herë. Po s'di të aktroj do. Kuptimin. Jo vërtet kam nuk di të aktroj. Ta tjerë që kanë dalë ditë. Ata thon se di, domethënë tim. Të vendosim në vendin e një personazhi tjetër, se mjeshtria e aktrimit kjo është domethënë, mos jesh vetja. Futesh, më kanë vështirë këtë gjë, në timin. Se di. Do një mjeshtri të madhe, më ti je aktor, ku diun. Mund gjitha gjërat që nuk i bëj dot vetë më duken shumë komplekse. Muzika, arti, aktrimi, më duken gjëra më të vështira në botë, sporti, domethënë gjithçka që s'ma thot fare, domethënë. Vetja më duken goxha të vështira. Kështu që rrim te muzika. Ti vazhdo besë ti bën vetë filma, po që ne të tjerë të rrim te muzika te podcastit, këto që dim të bëjmë mirë. Po mirë, tash secili të vetat. Po kjo është e rëndësishme në jetë, të zbulosh çfarë bën mirë dhe ta bësh me persistencë. Është mesazh i mirë për ta mbyllur. Edhe të mos ankohemi shumë që s'bëhet këtu e s'bëhet aty. Ja, është ajo. Edhe ta mbështesim njëri tjetrin, ëh, se shumë herë jemi shumë negativ ndaj njëri tjetrit. Ai më se u mbëlsuam shumë tash dashuria Jo, dhe ta paqja. mbyllim me mesazh pozitiv për gjithë njerëzit. Mirë, ta lëm kështu që nesër do bëhet më mirë. Ja, do bëhet më mirë. Po të kemi çik si i thon bon senso. Jo, më jo, se duhet ta japim këtë, është shumë e rëndësishme. Po ta dëgjojmë njëri tjetrin, ta dëgjojmë, kjo është e rëndësishme. Ta dëgjojmë çfarë thot miku jon në krah, çdo gjë do bëhet më mirë. Po të dëgjojmë vetëm atë zërin ton të brendshëm dhe ato hallet tona dhe ti transmetojmë njerëzve vetëm negativitet, normalisht më keq do Shkojnë bëhet. debatet në televizion në fakt që të gjithë që ore, shkojnë veç negativitet. vjen secili me skenarin e vet, thonë atë që thonë vet dhe nuk e marrin fare parasysh çfarë Fare, zero. shtuhet edhe që Fare, zero. Mua ky është mesazhi kryesor. Që je okay, jemi Jam ne. okay, pylla siç duhet. Ta dëgjojmë njëri tjetrin, ta lëm atë negativitetin. Ore ta nxjerrim në një sport, në një art, se kjo është e mira e këtyre gjërave alternative që na bën të dekompresohemi, që i nxjerr ato gjërat negative dhe nuk janë nxjerr besit, nuk janë nxjerr kristianit, kolegut, gruas, fëmijës, nuk e di çfarë mund të jetë tjetër. Për mua ky është mesazhi. Mbyll, ai përqafohemi tani. Jemi trupavënd. Andi Besi, unë i falenderoj shumë. Besoni që ka qenë nga podcastet më të mira që kemi bërë. Edhe besoj do të reflektohet edhe shikueshmëri, por edhe nëse nuk reflektohet shikueshmëri, unë nuk kënaqa shumë. U kënaqa shumë. Ju falenderoj. Faleminderit dhe juve dhe faleminderit që jepni gjithë shqiptarëve një opsion ndryshe. Për mua është privilegj të jem në një i ftuar nga persona që kanë këtë pasion që keni ju, vërtet se dije që kam arritur në këtë moment në jetë, por që jo më ose është vërtet gjë e bukur, më kupton. Po kape në një ministri na mbaj mend. Alin Ministrinë e Kulturës ma jep mua të lutem, kështu që faleminderit Alin dhe Kristian dhe gjithë antarëve tuaj, është vërtet se ka të antarë që ndjekin podcastin ton, është vërtet privilegj. Ne në të ardhmen besoj jo shumë të largët, unë kam vërtet shumë besim që do të kemi mundësinë që ta qeverisim vendin për të realizuar aspiratat tona. Ne prapë do të kemi këtë podcast, unë prapë do ju ftoj. Kështu kjo gjë shënohet, E shënuam. edhe do bëjmë mohabet në kontekst tjetër me shpresë. Okej, ishte kënaqësi. Faleminderit.